Puna në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Përshëndetje miq të Tru Podcast. Juve dini që sponsori jon, Dino Auto, është ai që kontribon në rritjen dhe në vazhdimin cilësor të Tru Podcastit. Ka dhe shumë tjerë dhe falenderoj gjithëve juve që na keni shkruar për të kontribuar për të ardhur si biznese në faqen ton dhe në kanalin ton të YouTube-it, ku sapo kemi kaluar 1 milion views-a për gati 8 muaj. Pse them Auto Dino? Dino Auto është një biznes familjar i vogël, nuk është nga këto bizneset që të qarkullon me lek shumë të mëdha, por ka një specifik shumë të veçantë. Është super korrekt dhe është super i sinqert dhe transparent. Pra, çfarë ndodh? Juve shkoni tek Auto Dino, pasi keni marrë tek telefoni 68 21 66 866 dhe keni përmendur gashin ku merrni edhe 15% ulje që në partencë. Shkoni, e shikoni makinën, hapet kofanoja, ndryshe nga parqet tjera automobilistike që nuk ja vlen ta prekni makinën, ju japen të çelçat, ta çoni në servisin që juve doni brenda rrethit Durrësit, dhe pasi ti bëni kontrollin, shkoni të bëni letrat. Nuk ka ulje kilometrash, nuk ka kalpsira dhe nuk ka makina të vjedhura ose me dokumentacion jo të plot. Gjithashtu keni një përparësi që me Auto Dinon juve mund ta merrni me përqindje me këste, pasi Auto Dino është në bashkëpunim total me agjenci bankare NOA, ku juve merrni me përqindjen tuaj. Edhe një herë 68 21 66 866 Auto Dino në telefon 15% ulje. Dhe mos harroni, Tru Podcasti 69 80 55 55 4, dërgoni të sugjeruarit e tuaj, dërgoni juve që doni të bëni reklamat e neve, na dërgoni, na merrni në telefon ose në WhatsApp. Gjithashtu keni dhe IBAN-et aty. Dërgoni në një kontribut që të vazhdojmë të përmirësojmë. Përshëndetje, miq dhe pacient dhe ndjekës, bashkëndjekës, bashkëpacient të Tru Podcastit. Siç e dini, që në kryet e herës ju kemi thënë që ky nuk është vetëm një, si thua, një agor përplasjesh i desh konstruktive apo jo, biseda shmisore apo jo, vetëm për njerëzit cilët mendojnë djathtas. Kemi shumë miq nga e Majda, miq që i vlerësojmë shumë, miq që kontribuojnë për Shqipërinë, edhe pse klima politike në Shqipëri nuk është nga më të mirat, për mos thënë që është më të këqijat, për mendimin tim. Por siç i ka ënda një bisede e cila duhet të jetë konstruktive, por edhe përplasëse, me idera të kundërta. Për këtë kemi ardhur edhe në Tru Podcast sot, ku kam të ftuar një mikun tim, biznesmen, por edhe njëri që ham Majdas, anon Majdas, Viktor Lagjin. Viktor, të falenderoj që më erdhe miku im. Këno, mirë se të gjeta, mirë se erdhe në shtëpinë tënde të djathtë. Faleminderit. Në një shtëpi një njeri majt vjen në një shtëpi të djathtë. Po. Duhet jem në të majtët e parë që shkel në këtë shtëpi. Është ka qenë Petro, ndër të majtët e parë, po, ndër të majtët e parë. Petro Koçi është pak më majt se majtas, është komunistët. Unë kam ngel të majtët, po ja dërgoj çik tek mikrofoni se juve na që nuk na doni të majtëve, na i bani gjërat larg, na i fshini, na i bëni. Unë të du fort vëlla. Të lutem më thuaj që s'është një kata karike që është ulë dhe baca saltu se por dhe karike je fiks i ulur te vendi i Bacit Berisha. Po. Nëse thonë që nuk do t'i marrin fatin, po unë fatin vetë jam marrë, po mos t'i marrin bëmat. Shpet me zi profe, si të thotë profe më shumë, po mirë se të gjetëm, edhe Shqipëria aktualisht ne flasim është në një situatë më të mirë që ka qenë ndonjëherë, politike, shoqërore,
ekonomike. Po pse mendon kështu vëlla? Po ta them pse mendoj kështu, se e kam një debat të përjetshëm këtë Po. me gjithë njerëzit që besojnë dhe Po. mendojnë ndryshe. Profe, ti je mosha ime pak a shumë, Po. jemi një moshë që e kemi jetuar edhe tranzicionin dhe fillimet e 90-s dhe 97-s dhe mbas 97-s dhe ato vitet e vështira të viteve 2000, se ato ishin më të vështira 2000, 2003, 2005, edhe 2013 e kthej mbasi ardhjes në qeveri në pushtetet e majtëve. Të majtë, po. Sot ke drejt të bësh podcast, të flasësh, të bësh politik, të bësh publicitetin e vetes, të bësh marketing, të bësh gjithçka që para ca kohësh nuk kishe shans t'i bëje para. E dyta, sot ndiqesh ndërkombëtarisht, sot ti ke vëmendjen si Shqipëri, blen si Shqipëri. Më parë nuk blije fare. Në gjithë botën të kemi u thuar që të vegjël, edhe në gjithë botën as na kanë përfillur fare. Nuk e dini fare kush është shqiptar, s'na hapin as derën, as nuk na përfillnin, na logjikoni fare kush jemi si njerëz. Sot shqiptarët janë pronarë dhe të rëndësishëm, të dobishëm, të vlefshëm. Edhe kjo gjëja, pavarësisht se ne të dy jemi miq të mirë, po jemi edhe përballë koncepteve të ndryshme politike. Po. Edhe kjo na bën edhe mirë sepse absolutisht gjimnastik truri. Na bën mirë se kuptojmë që ku jemi, ku duam të vëmë, çfarë duhet të ndryshojmë. Edhe prandaj them që duhet të ketë më shumë të djathtë si puna jote këtu, sepse ka ngel pak ose as pak të djathtë. I djathti në thelb nuk është përjashtues, se këtu është krijuar ajo ide që po ti jesh o me ne o kundër nesh. Po këtu ka ndryshuar krah, këtu është një problem i madh që një njeri me principe të djathta siç është Edi Rama ka ngecur majtas, po. Edhe një njeri me principe shumë të majta siç është Sali Berisha ka ngecur djathtas. Edhe këtu janë ndryshuar krah dhe nuk e kupton njeriu më ç'është e djatha dhe e majta. Por unë jam biznesmen. Biznesmen, ke biznese, ke... Unë jam dhe njerëzit që dua ta zhvilloj këtë vend. Me taksat e mia dhe me punën që ne bëjmë, me familja ime bën, dua ta zhvillojmë këtë vend. Edhe duhet të mendoja si i djath. Po ti nuk e di që un kam punëtor pafund. Kam 97 punëtor dhe kam shumë punëtor që më lutem mos më regjistro të pagoj taksat se marrin përkrajën sociale. Më lutem mos më regjistro këtë muaj se më merr banka. Kanë njerëzit shumë hallë dhe ti duhet të fillosh të mendosh majtas, nuk e ç'bën. I detyruar, pavarëse je në pozicion që duhet të jesh djathtas. Dhe prandaj këtu ndryshojnë shumë konceptet në këtë vend. Ka diçka, sa herë që kam bërë në diskurin publik vëlla, edhe politik, për plasje ai duhet e majta, ai duhet e djathta, ai duhet e djathta, ai duhet e majta, unë mendoj se ne nuk jemi në kushtet ku duhet të ketë një hibridizim midis të dyja politikave. Po më fal se unë të pres. Një majt në një podcast mund të hap telefonin? Absolutisht. Kur ka një problem. Absolutisht. Po valla. E zgjidhe që në një problem tani urgjent që të flas apo se jam në bisedë në media. Të duhet tani urgjent ndonjë gjë. Jam në një bisedë në studio, do më thoj. Ma shkruaj. Okej, më thoj. Se të gjitha ndodhin tur podcast dashur miq. Edhe nuk i pres fare këto. Kjo është më e bukur se si pres, i lë kështu. Po edhe unë e di që si prapë bëj njerëzit të marrin telefon kur kanë nevojë. Edhe nëse ti nuk e hap telefonin kur ata nuk kanë nevojë, hapjo gjithë ditën, pastaj gjithë vitin nuk. Kur jemi njohur bashkë vëlla, më ka bërë përshtypje se më njohur nga një mik imi familjar i vjetër, domethënë nga sa kam unë jetë kam me Enin, mikun ton jetë misiv, jo vetëm neve çunat, po edhe familjet tona, mamat, baballarët e gjithë merat. Më ka bërë përshtypje 235 telefonata, 240 telefonata persona, jo telefonata, se telefonata mund t'i bësh me një person, 3 sekondë, 5 sekondë, 10 sekondë. Ke bërë 240 telefonata personave të ndryshëm. Dhe unë di një gjë nga ty vëlla që ti nuk ta lën ndonjëherë telefonin pa përgjigjur. Do të tregoj një gjë. Kjo unë jam marrë në politikë që i vogël. Më ka pëlqyer të merrem me politikë, të angazhohem majta. Edhe kur më pyesin gjithë ç'a ke fituar në politika, do të them sot ç'a kam fituar. Se nuk e kam thënë njeriu, nuk e kam shpjeguar njeriu, se kam thënë njëherë publikisht. Për mua, politika është mënyra më e mirë për të bërë ndere falas, ose për të bërë ndere pa lek. Edhe mua më ka dhënë kënaqësinë e madhe politika që kam mundësi të ndihmoj ose të adresoj probleme apo të zgjidh aq mundësi sa kam unë apo sa mundësi mund të kesh ti apo sa mund të kemi të gjithë të adresojmë probleme të ndryshme. Ti nuk e ke idenë çka kënaqësi e merr njeriu kur është i dobishëm
në një shoqëri. Edhe nuk e ke iden sa kur je I dobishëm dhe I vlefshëm për shokët dhe për miqtë që të marrin telefon. Nuk e ka gjë më në keqe në botë se kur ty nuk të bie telefoni. Se si duhesh njeriu se ti do të zgjidhësh njeriu. Kurse kur të bie telefoni dhe ti je I bindur që ai përballë që është I bindur që të gjejë një mënyrë zgjidhje apo një mbështetje aty, ti je shumë I dobishëm dhe unë ndiem shumë mirë. Po si ka ardh një majt vlla, se ne po flasim tani sikur ti je majt komunist, je proletar e gjitha me radhë. Po një djalë, jo, ti e di që si mendoj ato, se s'kam se si të them po. Ideja është si një I majt si ty është I prirur ndaj biznesit. Pra ku të lindi kjo zeniti I biznesit? Kjo është ideja, pra. Si u futet në biznes? Biznesi jote është gastronomia. Ken Stella Resortin mos gabofsha në Vlorë. Stella Resort në Vlorë, ke Mr. Grikun këtu te rrethi Astirit, ke edhe një Mr. Grik në komunë të Parisit. Pra ke edhe një në aeroport, ke 4 biznese. Për gëzimet e mia valla një herë që sa herë që vi aty për të ngrënë, pash me miq e me shokë është shumë pastër. Këtë do të them publikisht sepse e meriton valla. Edhe shërbimin e ke. Thuaj të lutem se të kam paguar ta bësh të reklam se. Jo, po s'm ke paguar të bësh e din. Ata e din që ne nuk marrim para nga të majtës. Ti kujtoj më pastaj. Jo, një shoku im ka thonë që voto djatha s'gasht apo lekët bëhen me të majtët, ç'është e vërtetë. Sa e vërtet mund të jetë kjo? Asnjë lloj vërtetë, di pse se kur kam qenë në opozitë shumë kohë në opozitë, më kam marrë malli për opozitë, do të dal prapë në opozitë se dua të flas mendimet e mia të lira edhe të fuqishme. Edhe ato thon vetëm në opozitë, po se unë jam dhe I sinqert, e ke di që është problemi I madh. E më pëlqen shumë mezi pres mbas 40 vjet kur dalin në po do të shikoj vjetar atë po ta bëj atë. Po të flasë lirshëm pas 40 vjetësh. Të flasë lirshëm pas 40 vjet. Edhe o gash kur isha jam marrë çi vogël me biznes. Më ka pëlqyer, kam pas një histori, kam filluar ndihmës pizzaiol në vitin 2002. Po. Kur baba im ishte një njeri thjesht, edhe donte që unë të ndihmoja të punonte dhe bënte shtonte pllaka në mes të qytetit të Vlorës dhe unë isha në vit të parë gjimnazit dhe kisha shumë sikletë që të veja të shtroja pllaka dhe ika nga shtëpia vajta fillova punë ndihmës pizzaiol që të bëja një punë që të ishte më profesion, mos ishte shtrim pllakash mes qytetit. Isha në vit të parë gjimnaz, veja me kollare, me kostum, shkollë private, më duhet vetë shumë I rëndësishme dhe fillova ndihmës pizzaiol, një beart tër. Punova për 3 muaj rresht. Për shkollë. 20 orë në ditë dhe merr 50.000 lekë në muaj. Sa më? 50.000 lekë në muaj. 50.000 lekë në muaj, të vjetra. Për 20 ditë rresht, për 20 orë në ditë rresht, për 3 muaj rresht. E punoja vetëm që mësoja profesion. Edhe sot kur mbasi mbarova atë stazhin e 3-4 muajve behar, u bra pizzaiol, mbas pizzaiol menaxher dhe që 17 vjeç deri më sot kam pasur lokalet e mi me humbje, me ngritje, me marrje me qira, me luftë të madhe. Derisa një ditë dëgjova emrin Mr. Grik nga një shoku dhe miku im që kishte punuar në një brand Mr. Grik në Belgjik. Po. Më ngjiti emri. Ka pasur kur të vinë ai vizioni që ti dëgjon një emër dhe të shfaqen zhvillimet, ardhmja, vendet, momentet, gjithë më shfaq Mr. Griku. Kisha ndërkohë restorantin në Vlorë, Stellën, e dija këtë punë, kam punuar kuzhinier, menaxher, pizzaiol, pronar. I kam bërë të gjitha llojet e punëve, napja dhe larsi deri te pronari, i kam bërë të gjitha llojet e punëve dhe nuk kam pas asnjëherë turp të kem punë, por nuk kam pas shumë qefe, dhe kam dashur shumë këtë punë. Edhe kur dëgjova Mr. Grikun, u emocionova dhe mora lek borxhe dhe e ndërtova në komunë të parën, edhe për shumë kohë shumë nga furnitorëve të mi që të cilën më besuan dhe unë jam falënderues gjithë jetën, më kanë suportuar gjithmonë me material, me ndihmë, e kam pas shumë të vështirë, një periudhë shumë të vështirë të ngritjes së këtij emri. Po të fjalë se e shikoj vetë vlla, çfarë po ne duhet. E kam pas shumë të vështirë, po nuk kam stepur asnjë, nuk kam ndaluar asnjëherë së besuari te ajo gjë që unë kam dashur. Edhe kam luftuar shumë për gjën time që kam dashur dhe sot që ne flasim bashkë, është një familje e madhe. Tani do të them pse është një vend I djathtë, është një biznesi dhe është biznesmen, është I djathtë. Po kur ti ke 97 veta, ti konsideron pjesë të familjes tënde. Kur ti bashkohesh me alle të tyre, unë di çdo hall që kanë gjithë punëtorët në familje, në shtëpi. Nëse menaxheri ti punon babai apo nuk I punon babai, nëse kamarierës I zën babai me maman, nëse kamarierëve nuk I flet me dajon, di problemet e 97 vetave që kanë në punë,
individualisht të gjithëve. Edhe kur ti fillon lidhesh familjarisht me problemet e punëtorëve, i paguan në kohë, nuk u lë pa dhënë rrogat asnjë ditë apo asnjë orë, sepse ata me ata ushqen familja e tyre gjatë këtij lloj, ti fillon nuk je më i djathtë pastaj. Por nuk je më as i majt, ti je njeri. Edhe të jesh njeri është gjë më e vështirë në këtë botë. Por Shumë e saktë. kur e bën, pastaj nuk kam një problem tjetër me këtë gjë që ne kemi familjar të gjithë bizneset. Po, e kam vënë edhe, e kam parë, po. Në Vlorë punon mamaja e babai, këtu punoj unë me motrën. Të gjithë menaxherët e punëtorët që kemi pjesë të familjes, kemi më shumë shok, vëllezër dhe motra se sa i kemi punojës. Nuk kemi pas kur problema apo marrëdhënie. Ka pas ndonjë kamarire që më ka vjedhur, ka ikur duke vjedhur, po që Normale se janë gjëra të punës, e kupton? Edhe duke qenë se ne jemi familiarizuar shumë, nuk e di nëse kjo quhet e majt apo e djathtë. Se çështja e shpirtit pastaj nuk ka lidhje me mendimin të majt apo djathtë, ka lidhje me si ndihesh ti si njeri. Edhe më beso që her pas here un kam një motër që kam bashkëpunëtore, ortake, shoqe, të gjithë gjërat të këtij jetë. Ai ka jetuar për 7 vjet në Moskë. po se do të pyesja. Për këtë lloj gjëje do të pyesja. Domethënë, juve keni jetuar jashtë vlla? Domethënë motrën e morën vesh, motra ka jetuar 7 vjet studime në Moskë. Po. Për çka ka mbaruar motra? Për arkitekturë. Për arkitekturë në Moskë. Ka një Bravo. kompani sa që punon online në Australi me vende të ndryshme për botë, që jep suport arkitekture. Bravo. Super deg në super shtet. Domethënë super shtet i fuqishëm ajo Rusia. Ti ke jetuar, ti ku ke jetuar vlla? Unë, të them të drejtën, kam jetuar dhe punuar gjithmonë në Shqipëri, por për të gjitha periudhat e jetës time, çdo muaj duhet të shkoj jashtë për të marrë eksperjenca ndryshme, kontrata ndryshme, punë ndryshme dhe e kam ndërmjet jetës ndërmjet Greqisë edhe Shqipërisë e kam shumë të Shkon shpesh. po shkoj të paktën 2 herë në muaj. 2 herë në muaj në Greqi. Kontratat, marr produkte të reja. Cila ka qenë biseda jote me motrën vlla që e binde që të kthehet në Shqipëri që t'juve të ndiqit një ëndër tënde për të hapur biznese gastronomie ku përpos sfidave që është tregu, monopoli etj është edhe cilësia. Po të u prish cilësia në gatim e ke të parë evokueshme humbjen derisa të dalësh po prap plus. Edhe unë vi nga një histori familjare me lokale, taverna, e gjitha me radhë, e di shumë mirë se çfarë është lokali dhe sa sklav në mal lokali. Lokali të lët 24 në 7 lidhur aty. Motra ime mbasi mbaroi studimet në Moskë, i ofron një punë shumë të mirë. Me rrugë shumë të mirë, me kushte shumë të mira në Moskë, në qendrën e Moskës. Dhe ishte fiks një muaj mbasi unë kisha shkuar në Moskë dhe kisha qëndruar aty për 10 ditë. Ty duket vendi i madh, duket vendi i bukur, edhe vendi i rëndësishëm. Po gash të premtoj që do të shkosh në Moskë. Është një kulturë tjetër dhe një botë tjetër paralele nga ne, që ka shumë fugarej, ka shumë njerëz që jetojnë më keq se ne. Kanë idenë e madhështisë. Atje kudo që shkon, ka rrugë të mëdha, rrugë të gjëra, trotuare të mëdha, futesh e poshtë. Kishte në çdo vend që vetë jep një idenë e madhështisë. Po kudo gjë njerëz duke lypur, duke kënduar, duke kërcyer, që të merrnin ato pak leq që të jetonin darkë. Shtëpitë kishin të vogla, të ngrohura mirë nga sistemi i gazit, por të vogla të parahatshme, unë kam parë që në Moskë ti kishe një standard të madh të Më thënë disbalancim thotë. Të frikshëm. Disbalancim social. Njerëz fukarej pafund, edhe njerëz të pasur që ti nuk i shkoj asnjëherë në rrugë apo takoje apo kisha mundësi. Shikoj vetëm për lokale në për. Edhe i thash, motra ime ishte shumë e lumtur në Moskë, sa një studente 25 vjeçë i mbaroi shkollën me punë shumë të mirë, edhe kush do donte që një vend si Moska të madh me emër të madh të kthehej në Shqipëri. Ne na kanë treguar gjithmonë që Shqipëria është një vend i keq, që nuk ka mundësi, që s'i jep forcë të ndikej, por mua motra i thash, në Moskë do jesh gjithmonë e huaj. Punoj si më mirë e huaj. Mund të jesh më mira, mund të jesh më zonja, mund të jesh më shkëlqyer, mund të marrësh lek pafund. Po do jesh prapë më mira e huaj. Do punosh gjithmonë për ata dhe në fund i do thonë ata pse bëre mirë. Kështu që ndoshta ti nuk ke në plan të kthesh në Shqipëri, do të vish të më ndihmosh mua se kam marrë një rrugë që se bëj dot vetëm.
Ato 2 vitet e para ka ardhur me idenë që çdo ditë për të më thënë do iki. Të mbarosh punën, të bëjmë gjëra të mirë, të ngrihesh në një pikë që dhe unë do iki. Deri pastaj kur ti fillon kupton që nuk është më thjesht një biznes, por është jeta jote, është ajo pjesa që tregon familjaritetit, e punëve të përditshme, zhvillimit, e ngritjes sipër, e mbajtjes standardit. Edhe pastaj ti mendon që kjo është jeta jote, kjo është familja jote dhe ti e kupton që gjëja më e mirë në botë është të jesh në vendin tënd. Edhe më besoj që sot që ne flasim bashkë, mendojmë se si ta perfeksionojmë, se si ta arrisim, si ta bëjmë një gjë mirë. Më theq parë që gastronomia është shumë e vështirë. Po, është e vështirë. Gastronomia është super disiplinë e vështirë. Më beso mua që është më e vështirë se sa e mendon. Më shumë e vështirë. Gastronomia ka tani ti u flisni shpesh për çifutët edhe për po unë nuk do të futem këtë pjesë, por them një dy batuta çifutësh që më kanë pëlqyer shumë nga një miku im izraelit që kanë pas në Kipër. Edhe kur ne shpikëm kur italianët shpikën në restoranti, tha, dhe po ta vësh është gjë me shumë teka, me qime, me shërbim, domethënë ka aq shumë problematika në këtë botë, tha, sa edhe më të mirë në botë ta bësh, ka një pjesë tjetër që do jetë gjithmonë pa kënaqur. Po. Ne shpikëm hotelerin, tha. E ka vëre që është gjë më thjesht në botë. Po. Domethënë këtë është pikë çifutët përballë italianëve. Këta janë tekanjoz, të vështirë, problematik, me gjithë probleme botës, këta janë të thjeshtë, merr, ndëro, zbukuro, ish. Edhe tha, dhe mbaj mend si sot që problemi i madh që gastronomia ka është shërbimi. Është cilësia, pastërtia dhe ne çdo ditë të jetës tonë nuk kemi bërë reklam. Te punët tona nuk kemi shumë të famshëm në reklama, marketing. Po, e kam bërë. Po jemi më të mirë sot që flas, unë besoj që jemi më të mirë në punë, edhe në xhiro, edhe në gjitha. Për vetëm arsye sepse njerëzit vetë na kanë suportuar edhe është sektori më i vështirë i shërbimit në të gjithë botën. Domethënë nuk ka më të vështirë se gastronomia, edhe moda, edhe hoteleria, edhe çdo gjë tjetër janë të rikuperueshme. Gastronomia është shumë e pa rikuperueshme nëse dështon, nëse prish. A është gastronomia një nga bizneset më të fitimprurëse të botës, amigu jam? Tani unë nuk e di si janë bizneset më fitimprurëse të botës apo jo, por më besoj që është biznesi me fitimin më të pakët në botë. Si me fitimin më të pakët në botë? Ja ta shpjegoj. Ta shpjegoj. Po. Nëse ti ke një qarkullim 100 lek, po. Në gastronomi do fitosh 10 lek. Domethënë ti po thua 10%. Po. Vetëm me 10% qa mund të dalësh për shkakun. Po. Po që ta kesh të pastra, se ti po nuk po flasim të vjedhësh, të gënjesh, të bësh, po një 10%. Kurse në çdo kur më duhet të bësh aq shumë lek që ti në fund të jesh biznes i fuqishëm dhe të fitosh shumë lek. Po gastronomia është një gjë që të lë për ditë pak lek, edhe nuk bësh dot i pasur, po jeton mirë, ke një ekonomi të mirë, mban shumë punëtor, ke një qasje të mirë me njerëzit, ndihmon, shërben, je i dobishëm në çdo hall të shoqërisë, edhe kështu që gastronominë unë nuk njoh njerëz në përditshmërinë që të jenë bërë të pasur me gastronominë. Nuk njeh ti në një oligark se është i pasur se ka gastronomi. Nuk njeh në një njerëz që i vjen dhe jeth lekët që bën në gastronomi në investime strategjike. Ata që janë punojnë me gastronomi janë njerëz që pushojnë familjen, që mbajnë jetën e tyre. Ti çam pëlqen mua te tylla? Më pëlqen te ty përpost sensit humorit që na përbashkon. Më pëlqen te ty që ti nuk e rruan fare për të thënë mendimin tënd. Le ça thua që të pres të dalë në opozit pas 50 vjetësh që të bëj zërin tim të lirë gjitha me radhë. Ti mund t'i kesh goditur fenomenet këtu po aq sa unë, që jam kundër kësaj qeverie. Tani godit edhe oligarkët, edhe investitorin strategjik, se godita jote është edhe me spond, është pak e but, nuk është si puna ime që i bie drejt e drejt. Çështja kështu do të pëlqen ti ta shikosh ti, po pyetja ishte direkte, një që punon në gastronomi që jetë oligark? Jo. Se s'ke si të njohër se nuk një njerëz që punon gjithë ditën dhe bën sufllaqe,
Sa do lek të bëj sullaj, sa do lek të leri, në fund ditës do mbaj familjen, do mbaj punëtorët, do mbaj makinën, do mbaj Po këta që bashkëpunojnë me oligarët për shembull, si e shpjegon ti? Po varet. Ta gastronomët që punojnë me oligark. Po, jo tani, mos më fut në një temë, tani unë e di që ti do ta çosh bisedën drejturit tënd. Po kush është ky gastronomi që bashkëpunon me oligarkët edhe që është bërë i sukses, bësh i pasur me lek gastronomia. I pasur nuk e diun se i pasur ka qenë. Kush? Më thuaj një kush. Këto fermat më, çan këto. Po leri tani. Me Zamirin që kanë hapur. Të s'kam po flasim për njëri që punon të mbaj familjen apo njëri punon pasur lek. A është gastronomi vëlla? Po ja, nuk është gastronomi. Ai është gastronomi. Tani është sipërmarrje. Unë gastronomia më e suksesshme në Shqipëri, modeli im i gastronomisë, i njeriu që ka punuar shumë, ka sjellë risi është nuk ka më të mirë se ai edhe është i zhvilluar në maksimum, janë ta çunat në afishta që kanë mrizin e zanave. Po. Nuk di unë të jenë në as oligark, as miliardera, po janë punëtor në ambientin dark. Ata, familjet tyre, fshatin e kanë zhvilluar, e kanë emancipuar, e kanë rritur, familjet i kanë rritur, fëmijët në shkolla, studiuar, gjithë mërqini e botës, po nuk di unë të jenë bërë as oligark, as të jenë investitor strategjik, as një prej këtyre. Tani ti shkon një njeri që ka bërë një fermë apo dy ferma, se ka pas lek, mos u fut në Viktor. Unë po flas në përgjithësi. Viktor, që fondet e i partit miku jem janë abuzuar. Po s'marr vesh vllai nga fondet e i partit. Mos u vllaqesh. Ka fonde i partit që vllaqet kam me lek. Kemi ca fondet e Mr. Griku, ja do t'i nxjerrim pak më vonë. Që ka abuzime kudo me çdo lloj njeriu, unë nuk hyj tek ata lloj persona që thon para 2013 ka qenë mirë. Jo. Dhe pas 2013 është keq. Ku kanë në Shqipëri? Si? Në Shqipëri po flisje. Po, patjetër. Vetëm Shqipëri ka. Kudo më, po këtu është ndihet më shumë se nëse ne di se ndihet më shumë këtu. Sepse vitet 70%. Andaj investoj 70%. Nuk është ashtu fare. Edhe pse ndihet më shumë këtu, se ne merrem me llafe për çdo gjë që ndodh. Ne mos flasim këtu. Jo, flasim, ne merrem me llafe nëse në merr vendin më të zhvilluar në botë që mendon ti, në Australi, Danimarka. Nëse merret një fond edhe bëhet një gjë, nuk merret njëri kush e mori fondin, pse e mori fondin, kush ja dha fondin, se nuk njihen. E ke vënë rreti. Fali se është e bukur kjo. Nuk njihen. Kurse këtu njihen se është kushëri i njerit, vllai i njerit, jemi 3 milion banor. Ne të tregoj një se kam diçka për këtë. Le të tregoj gjë të bukur që kam time këtë. Po. Në 44-ën që erdhi partia në pushtet, ne kemi qenë 500 deri 700.000 banor. 800.000 më gëbosh. 500 dhe 700 kemi qenë realisht. Për 2 breza nga 44 deri në 91-shin, që i thon 40 vjet. Që si bën një brez, apo jo? Pa. 2 breza afërsisht me gjithë tani. Pa. Ne jemi trefishuar, që me logjik i bie që të gjithë me njëri tjetrin jemi minimalisht kushërinë të tretë. Pa. Pse është trefishim për 40 vjet, apo jo? Kështu që ne njihemi të gjithë. Ne kemi dhe nëse nuk njihemi, dhe nëse nuk kemi marrëdhënie me njëri tjetrin, dhe nëse ne nuk kemi të bëjmë. Ka diçka valla. Ne do flasim se e njeh kushërinë. Ti the një argument që Danimarka nuk merret njëri vesh se s'flasin. Ose njohin fare. Po shumë bukur. Jo se e di çfarë bën danezit ty në qoftë se ajo rruga që ai ka paguar taksat del në muajin e 6 edhe i del rëra bitumit, ta djeg Danimarkën. Jo, nuk e ndjek fare. Nuk e ndjek fare. Ai e di se nuk e këto teori. Ta bllokon rrugën. Valla këto janë teori. Po tani un kam qenë vetë në Gjermani, kam parë se çfarë bën trenistat, sollën Bundestagun, Bundesratin aty. Jo, po Nepali tani se ka dalë kjo Nepali tani më pëlqen shumë tani ju demokratët që duhet të shqetësohet. Duhet të shqetësohet mbreti për Nepalin, valla. Më pëlqen mua gjë tani të tregoj të bukur tani. Unë them që këtë videot e Nepalit t'ia çoni bazësal se si të bëj protesta nga tutje se ai ti mund i duan. Më e bukur se nuk i ka bë baca, nuk i kanë bë njerëzit e Baca Salt Nepalit. E bën studentët vëlla, se u mbyll YouTube-i. Baca Sal vetëm na ka sabotuar lëvizjet tona në thelb, me dashje ose pa dashje. Mjafton që kur kemi dalë ne kundër Ramës, vitet e PD-ja, edhe na prishën na qonin gjithë Saliut. A kupton relativizimin? Nuk është aq e kollajt pjesa e Bacës. Baca i kanë mbaruar orët politike. Se për çfarë rri Zoti i madh e dia, kupton vllai tat. Unë do të bëj një pyetje. Po. Pyetësh podcast është po. Vetë në një mëngjes ta kontrollosh është mirë se është mirë. Po ti duhet ta dish unë nuk jam. Jo, po dakor, po. Ti dish unë nuk jam. Ti dish unë jam pjesë e Partisë Demokratike apo? Po, asun nuk e vën dyshim që ti si je pjesë e Partisë Demokratike, po të qenë shpirti çik për atë punë tani. Jo. Po hajde më ne pastaj.
Po sepse hiqni Edi Ramën dhe vi me juve. Këtë dëshim? Hiqni Edi Ramën. Po e di sa do të dhëmbi ju, po të hoqëm në Edi Ramën. Hiqni Edi Ramën vlla dhe vi jam gati të vi te juve. Po, Vetëm hiqen ja ata. Pse ta hiq? Po do Po pse ta mbajmë? Po ja ta them mos ta mbaj. Si mund të heqësh një njeri i cili është i suksesshëm? Ka fituar. Për 4 mandate rresh vetëm ka fituar. Një, priti do t'i shpjegoj. Për 4 mandate vetëm ka fituar. Po. Për 6 mandate me gjithë bashkinë janë 6-7 mandate, për 6-7 mandate është njeriu që nuk ka ngecur një herë, i lexuar, i studiuar, e do këtë vend shumë, ai shumë e do këtë vend sa ai shumë e do këtë vend sa grop. Jo, ai shumë e do ai këtë vend. Ai shumë e do sa grop, po drejt ke vëlla, dashuria madhe vjen thellë urrëtin e madhe. Ai e do ka shumë këtë vend sepse njerëzit e kanë kuptuar dhe për 4 mandate rresht vazhdojnë të votojnë. Tani një njeri që e votojnë për 4 mandate rresht votojnë sepse ai mendojnë njerëzit si puna ime dhe si puna e gjithë njerëzve tu, shokëve miqve tu që kanë votuar, mendojnë që ky është mundësia që mund ta bëjë këtë vend. Dhe kjo mundësia që mund ta bëjë është për shkak sepse ai mendojnë që ai e do. Ai mund mos ta dojnë në vërtet, po unë nuk e di këtë gjë, ai tregu fakti që vota njerëzit masa e madhe 80% 83 vota, më fal 80% shumë, 83 vota ose 60% e njerëzve e kanë votuar, tregon që ti nuk ke drejtë se ti je pakisë, ti s'ke drejtë të mendosh relativisht. Thua ashtu si them unë. Ti je minorancë, ti je 40% e njerëzve që mendojnë që s'është i mirë. Shkoj, i vetmi defekt që ka demokracia në përgjithësi vëlla është 2 debila vlen më shumë se sa inteligjent. Kjo është pak për e sigurt, a kupton? Po, për të mund të jetë vërtet. Kjo është, më thon, ky ka bë diçka vëlla. Ky nuk e do për dashuri se njerëzit shqiptarë 60% e debilave, 60% e një populli nuk vlen më 60% e popullit nuk mund të jenë debila, këtë ti je i sigurt. Jo, 60% nuk janë debila. Bravo. Për këtë je i sigurt. Jo, për këtë jam i sigurt, 60% nuk janë debila, po te ky 60% që ka një përqindje të konsiderueshme debilash. Te 40% s'ka? Si? Pafund vëlla. Pafund ka te 40%. Me raport logjik është një Një sekond vëlla. Problemi është këtu, te frika. Janë të lidhur me zorën e trash mendimet e shqiptarëve. Dun ushqimin vëlla, buka, dun babën. E kemi treguar ne Haxhi Qamilin. Ja, nuk është ashtu. Domethënë, unë vëlla dhe ti, çuna të rinj, të pretendojmë që të rinj një njeri 16 vjet, kur neve nuk kemi mbushur 34 vjet nga qof largu, që ngeci 45 vjet në një vend, më i miri në botë ishte Enver Hoxha, 45 vjet të skadon kontrata. E di kush është merita më e madhe e Ramës, që ka blinduar nga ana tjetër Sali Berishën, të cilit i ka vjedhur modelin e konfigurimit partisë e ka fiks, e ka një lloj, e ka piramidal dhe del me atë idenë që akoma këtë do mbani juve. Se nuk ka një djalë të ri si puna ime, si puna jote, me vendime kolegjale që ta thyesh me shembull, jo ta thyesh me ofendime. Nuk i mbledhe dot votat, po si mbledhim dot votat e partisë. Unë jam kryetari, po nuk jam zoti. Dhe me këtë lloj modeli ti thyen akullin, e nxjerr atë fuqinë e shkëmbit kundër shkëmbit. Pra Rama ka sulm veten e vet pastaj, do godasi veten e vet sepse ne çojmë në gabim. Sali Berisha bën këtë vëlla, thotë unë nuk e njoh zgjedhjet, edhe thotë unë do hyj në parlament. Tash më shpjegoj ti mua si mund të hysh në parlament kur nuk njeh zgjedhjet. Tani është fikse, është preja që unë nuk e kam pranuar me veten time vëlla im. Sa ti Sali Berisha do jetë Edi Rama në pushtet. Kaq është faktike, u mor vesh. Nëse unë s'ka model ndryshe. Unë në jetën time nuk jam i predispozuar mos flas mas emrave. Po marrin fenomenin Rama, jo Edi Rama. Vetë fenomeni, prit. Rama si pushteti dhe opozita. Ti çam pëlqen ty. Kam shumë kohë që të ndjek, të kam mikë, të kam shok. Kemi komunikuar në ambiente të lira dhe në biseda tani me në media. Më pëlqen shumë që ti agjitohesh shpejt sa gjonet dhe emrin e Edi Ramës. E kam valla. Po prita sot ta tregoj çfarë them të gjon. Edhe më dhe sa më shumë shikoj njerëz si puna jote që me argument apo pa argument agjitohen dhe mundohen të tregojnë me pa dëgjuar as mendimin e tjetër, po atë që kanë për të thënë shpejt, atëherë aq kohë mendoj që Edi Rama ka arrit qëllimit. Për ne po bisedojmë temë të lirë, ne po flasim për biznesin, për klimën politike, ekonomike, shoqërore në vend, dhe ti sa të përmendet emri Edi Rama e kalon të gjithë temën dhe të shkëmbi kundër shkëmbit. Sa u përmend Sali Berisha shive karigën. Sa të gjonemrin aty, pap
transformo dhe bisedën gjatë, tani më dëgjoj. Unë nuk merrem me emra. Edi Rama edhe një herë. E filloi bisedën për Edi Rama si individ, e filloi dhe mbaroi bashkarisht. Unë e filloi dhe mbaroi me atë që Edi Rama është sot. Edi Rama është 83 mandate i pëlqyen nga populli shqiptar. Dhe nëse mendon që populli shqiptar 83 mandate duhet jenë të 63% mos e gaboj. Se mendon që 83% e popullit shqiptar janë budallënj. Jo, nuk e mendoj. Që ta mbaroj ti. Po se mendoj apo. Mendon që 83% e popullit shqiptar janë ignorant, janë të paditur, janë pa logjikshëm, të siguroj që 63% e këtij populli është më i zgjuar se sa është 38% e këtij populli. Pse është më i zgjuar? Po është më i zgjuar sepse është proporcioni. Nuk mund të në 60% e 3 milion vetave janë shumë më shumë se sa janë 38% e 3 milion vetave. E 1 milion gjysmë votuesve, më fal. Dhe brenda këtyre njerëzve normal që ka dhe andej dhe këtej, po në algoritëm të gjerë është pamundur mos ketë më shumë të zgjuar këtu se sa këtu. Në një republikë si Shqipëria, sa është probabiliteti që të përdoret çfarëdo lloj instance nga pushteti valla? Po e flasim parim. E plot. Po do ta. E mendon ti? Po kam bërë fushat në. E mendon që keni përdorur pushtetin, po. Po është përdor pushteti. Ku ka vendi që përdor pushteti? E mendoni për shembull që do dilte dot Edi Rama në 2013 kundër Sali Berishës, qoftë Sali Berisha do ishte Sali Berisha në 96-s, në jetë të jetëve sa merrte pushtetin. Nuk e di ku e ke bërë fushat në 2013, po do t'rregoj. Unë s'kam bërë fushat. Do të tregoj unë tani, unë kam qenë aty brenda. Unë kam qenë në 2009 e 2013. Kam qenë në një tavolinë me Ramën, kur i kam thënë 2009 që nuk fitojmë dot. Kam qenë në një tavolinë me 2013 që do fitonim, që tash do fitojmë. Tani do ta shpjegoj çik. Në 2009 ka qenë fushata më e bukur që Partia Socialiste ka bërë. Ka qenë numri 33. Po. Dhe ishte ajo 1 2 3 voto 33 me West Side Family. Po. Po, e mbajmë. Jemi ne. Po. Nuk ka bërë fushat më të bukur. Unë ajo fushat më ka bërë të dashurë me Partinë Socialiste dhe të jem sot kësaj dite i majt ajo fushat. Po. Njerëz që donin njëri tjetrin. Kjo qenë opozitarë atë, është e pranueshme. Njerëz që dashuroheshin, që qanim, që qeshnim. Emocion i pa në çdo cep. Kishte një frym të shumë të fortë opozitarizmi dhe njerëzit që mendonin që do ndryshonin. Dhe në fund donin që ne nuk ndryshoam, ne humbëm. Dhe kjo humbja na bashkoi më shumë me njëri tjetrin, por Rama e ktheu nga një njeri emocional në njeri praktik. Dhe Rama kuptoi që nuk fitohet më me emocion, as me levat e pushtetit. Sa pushteti sa lehoi kishte në 2009 dhe 2013. Po fitohet me njerëzit, fitohet me praktik, fitohet me numra, me llogari, tim përballë meje. Dhe nuk u bë më 2013 ajo fushat aq e bukur, aq emocionale, me aq flamur, aq e dashur, aq e bërtitshme. Po bë fushat më shtëpi, më der. Sot që ne flasim bashk, Edi Rama vazhdon fushatën e bën gjatë gjithë kohës, nuk bën fushat një muaj vetëm një muaj, bën për 4 vjet rresht, duke përdorur këto Të ja njoftë me prit, duke përdorur këto instrumentat e pushtetit ditë për ditë për 4 vjet rresht, duke bërë rrugën, duke zgjidh hallin, duke vajtur duke rregulluar dritën. Gjithmonë se ka një radhë që nuk ka probleme pa fund. Po këto gjëra që i zgjidh. Janë gjëra që mbeten. Mbreti diell. Nuk është mbreti. Si boka gabime. Nuk është mbreti diell. Mos tani, a kam të drejtën unë time për të ngacmuar pak për të bërë batuta? Po, të lutem ai, po unë tani çfarë do t'i them që do të them si mbreti diell. Po unë jam jo lezat. Ta çka tani unë shiqur zoti e di të gjithë që jam i majt, po nuk jam ekstremist, nuk jam. Tishin të majtët si puna jote. Unë nuk them që Edi Rama është mbreti. Siç ma theti mua, tishin të djatët si puna ime, do ishim ndryshe, tishin të gjithë majtët si puna jote vëlla, neve do kishim kohezion social. Nuk do zgjeshim, po do kishim bë fushatat përbashkëta për Shqipërinë. Megjithatë, mua vazhdojmë të flasin patronazhist. Po ty vëlla, shikoj, siç më thon mua, dalja në publik vëlla im, dalja në jetë publike, se jetë publike është edhe fushata, është edhe takimi me njerëzit, mbledhja elektorale, më të tash, siç dalun këtu, të sjell edhe sardele, edhe açuke, edhe barbun, edhe gafore valla, që si kërkon fare të prishin rrjetën. Neve na qellojnë këto krundet ndonjëherë. Do të shajnë e do të ofendojnë me libër shtëpie, mua dhe ti do të thonë ty patronazhiste të gjitha me radhë. Edhe mua më kanë thënë patronazhist PD-s.
tash se kur kam bën ndonjëherë, unë votat e familjes time do t'i bëj vlla, ti çoj, tani nuk jemi në Eden. Flasim me mamin dhe me babin me vllajin në shtëpi, ku është në një mika, në një gjë që duhet me e suportu. Po unë nuk mërzitem që flas patronazhist. Po unë do shqetësohesh nëse ti do të mërzitesh. Po di se unë përgjigjem, se unë patronazhoj realisht. Ç'a patronazhon ty? Po unë patronazhoj të ti them ç'a patronazhoj. Po do të ti instrumentoj, të ti. Po, ja ku i ke. Ti tregoj, të lutem mund të japësh çik patronazhimin. Ja ku i ke. Mr. Greek dashur miq. Nuk po na bën reklam. Nuk na paguan për reklamën, ne kemi mik. Normale do t'i japim një dorë aq sa mundemi neve. Mr. Grigun e keni në komunë të Parisit dhe tek rrethi Astirit, super pastërti, un ha për vete aty. Tani do të tregoj çka patronazhoj, se më pëlqen shumë. Po. Kjo këtu është Pita Zeus. Ja ti ta çojmë plan të madh, po. Kjo këtu është të tre këtu i ke këtu tani. Do të tregoj, kam marrë 3 produkte nga të gjitha që patronazhoj unë. Po. Po e them, më pëlqen shumë ta tregoj këtë pjesën se çfarë patronazhoj dhe si patronazhoj. Patjetër. Se unë këtë pjesën e Mr. Grikut e kam ndërtuar vetë me motrën time, familjen time, e kemi ndërtuar vetë nga fillimi deri këtu jemi. Zoti ju bekov vëlla. Të gjitha të falenderojmë me miq dhe me shumë shok. Të gjitha emërtimet i kemi gjetë vetë, të gjitha shijet i kemi ndërtuar vetë, të gjithë logot, konceptin, ngjyrat, format i kemi bërë të gjitha vetë përveç se emrit që kemi. Po që e keni marr patentim apo? Tani kjo është Pita Zeus. Po. Pita Zeus është njerëzit thonë pita arabe, po ne na që kemi fast food grek dhe nuk donim të hyjmë te pita arabe, dhe donim dinim që kjo është ushqimi i Zotit, ushqimi i lehtë, i shijshëm. Edhe tani kjo është Pita Zeus. Po. Po do të them ç'a patronazhon ti te kjo për shkakun? Tani kjo këtu është Pita Zeus. Edhe patronazhimi i saj unë kam filluar quaj gjitha emrin. Që lidha me mbretin e diellit edhe me figurën kryesore që ne kemi të Olimpit, Mr. Griku. E patronazhova sepse e ndërtuam shihen e kësaj vet, i vendosëm salcën me baziliko në pjesën e parë, mishin e pulës jetë përveç se holl dhe lehtë dhe reklamën që kemi bërë dhe ky është një nga produktet më të shitura sot në Mr. Grik. Pita Zeus është më një nga më të shitura dhe unë vazhdoj konkretisht dhe rregullisht e patronazhoj çdo ditë që njerëzit ta marrin vesh që është e mirë, që e shijojnë, që e provojnë, edhe çdo ditë hap ato llogaritë, shkoj sa Pita Zeus janë shitur, pse nuk e kanë marrë sot, pse kanë marrë kaq shumë, patronazhim konkret, patronazhim të përditshëm, të përjavshëm, të përmuajshëm, të përorshëm. Edhe provoj çik Pita Zeusin se është. Po, do ta provoj këtë Pita Zeusin, ose ta provoj. E lumshën duart. I bën shkrirje shihesh. Tani do të tregoj produkti numër 2 që unë patronazhoj. Vetëm grije pak vëlla. Po, produkti numër 2 është burgeri. Po. A do të tregoj historinë e burgerit, se historia e burgerit është shumë e bukur. Ky është burgeri të gjithëve, që ne kemi të thjesht me një qofte edhe me perime, me salsa. Ai ku është veçoria e këtij burgeri? Pse patronazhoj unë këtë dhe se patronazhon dot njëri tjetër? E para njëherë buka e burgerit e bëjmë vetë. E bëni vetë bukën? Po. Bëhet me merrni brumin aty. Ne kemi 3 bukë të ndryshme burgeri. Të verdhë, sipas logos së lokalit. Po. Të zezë edhe të kuqe. E verdha bëhet me shafran. Vera me shafran. E zeza bëhet me karbon organik dhe e kuqja bëhet me banxhar. Që të marrin ngjyrat. Është buka e re që ti shtyp sa dosh ajo vi prap në vendin e saj. Dhe mishin e marrim te fshatari i zonës, te pise ka emrin në Vlorë apo këtu? Jo, këtu në mbas Dajtit, janë sa fshat aty mbas. Ku është Shëngjergj? Në Pllumas ose në Shëngjergj? Mbas Shëngjergjit është një fshat aty. Pllumasja. Ne marrim mish të freskët vendi dhe bëjmë për ditë me mish të freskët vendi. Nuk ka fitim shumë të madh, se kosto e është. E përfunimit e gjitha. Po të mban tregtin. Por
ka dhe gjë që ne han vet, unë, motra ime, familja ime, punëtorët tanë han vet dhe kur ti ha vet nuk bën dot kompromis me Po. Kështu që është i vetmi Shikoni pak vlla. Shikoni që qa brumi ka të verë gjithë brumin. Të boft mirë, se na hape nepsin. Të gjitha bën në tru podcast. Kështu që Të gjitha bën. tani mbasi kemi ngrënë, ndër me mishtë freskët di që është sado që unë jam në dietë, po nuk mund të arrij dot pa e provuar. Tani do të them dhe pita në Mykonos. Tani kjo pita Mykonos çfarë vlla? Se pranë ma let fundit që ma ke lënë fundit për një gjë. Kjo është pika e Mykonosit dhe kjo është patronazhimi. Ky është patronazhimi kryesor imi për Mr. Griku. Këtë e kam patronazhuar që ditën e parë që lindi si ide. Thoshte ç'është pita Mykonos. Thjesht është emri grek. Nuk e kemi parë, nuk e kemi gjetur dhe nuk e kemi menduar ta gjejmë në asnjë vend, e kemi shpikur vet. Është ndërthurja e shijeve të gjyshes time. Ndërthurja e shijeve të gjyshes tate. Kur unë kam qenë i vogël, mbaj mend që si lagje, si në fëmirin ton, ne vdistim të hanim buk me djath danez. Po. Edhe pita Mykonos është ndërthurja. A lëmë të që ta shikoj njerëzit. Po. Është ndërthurja e shijes të pites greke. Ke kështu. Po. Është ndërthurja e shijes të pites greke. Edhe kjo e bërë me shafran, e bërë me dorë në formë kulaçi. E bëjmë kjo bëhet në Selanik. 80 kilometra nga Selaniku. Është një fshat që një familje kishte 300 vjet që bënte vetëm pite. Vetëm pitën. Kishte 4 breza, bënte vetëm pite, s'bënte as tjetër dhe bënte me dorë. Edhe kur kam vajtur në Katerini, po. Kam vajtur atje që kam gjetur atë familjen, si na gjetë tha. Unë kisha provuar ushqime në 36 fast food të ndryshme të Greqisë. Selanik, Janin, Athinë, kudo, dhe në një vend gjeta këtë pizën e verdhë. Edhe ku vajta gjeta familjen që e bënte, tha ne bëjmë vetëm me dorë, tha. Edhe bëjmë për 300 vjet, 4 breza bëjmë vetëm pite. Edhe bëra ato formulën time. E ke dhënë formulën vete? Po, këtu e bëjmë me djath danez, me kotolet pule. Po. Edhe me avokado. Edhe me avokado. Them drejtën, gjysha ime nuk e njeh avokado. Po. E futëm tani, do ta updatojmë çik gjyshen. Mbasi u futa shijen e djathit danez, e salsave të shtëpisë, edhe kotoletës së pulës, duhet ta ndërthoja me diçka që të kishte emrin e Mykonosit. Edhe për të dukur më shumë europiane, më shumë e këndshme, më shumë në modë, më shumë moderne, vendosen dhe avokadon. Kjo është një shije e çuditshme, që kur ta provosh tani. Po. Ditën e parë që provon këtë nuk të riqesh dot më nga kjo shija dhe kush e provon këtë? Do na futesh në sherme me maman, se thot gatuaj në shtëpi dhe hate Mr. Griku. Këtë problem kanë gjithë. Ka shkrirje shijesh. Në ka shkrirjen e shijeve. Mendosh që ka më shumë se një orë që është bërë. Po. Ai djati danez unë des për vete për djatin danez. I vlla se ha. Kështu që kam gjithin për vete. Super gjëra. Kështu që unë kam gjetur se çfarë të patronazhoj. E kam kuptuar pse më thon patronazhist. E ka filluar më pëlqen shumë. Shkoj. Pyetje. Vazhdo se nuk e lë të pa nga ditë. Pse një djali si puna jote që ke begati dhe bereqet, për mos të atë fjalën e ndyrë ke lek, a kupton se leku është fjalë shumë e gjerë. Do duhej, sipas këtyre që të pretendojnë se ti je patronazhist, të shkoje tek një parti politike kur të gjithë atarët e tua nuk janë fare nga politika, valla, janë nga që ti çohesh bashkë me familjen tënde nga ora 7 deri në orën e ke 24 orash këtu te neva.
Që e ke non stop. Kam parë që në herë kontrollon e natën kur bëhet fluks pune që të vish vet apo bie punëtori apo ikën një punëtor se njerëz janë halle kanë, do duhet i zëvendësosh. Pse mendon ti se njerëzit të quajnë patronazhist ose ti patjetërsimisht duhet të shkosh të merresh me politikën që të fitosh çfarë? Çfarë mund të fitosh ti për shembull? Ja, po ta bëj një pyetje. Shpendi është ministër sot. Je shoku im, do të bëj drejtor. Sa është rroga e drejtorit valla? Nuk e di. Asun se ti, po temi 2 milionë gjys. Sa fiton ti valla? Sa e pagun ti? Sa e pagun ti një kuzhinier të mirë? Po varet. Mesatarisht. 1,5. 1,5. 2. Ka në sezon paguaj më shumë. Pa, në sezon tash. Po. Çfarë ndryshon ty rroga e drejtorit me rrogën e punëtorit? Do thuash ti influenca? Jo, do ta shpjegoj. Shpense është këtë që ma pyet dhe motra ime dhe familja ime. Tani po ta them kështu. Është kështu si ta them fiks. Ka njerëz në jetë që e kanë shumë qejf të bëjnë mirë. Po. Ose ka njerëz që duan shumë të jenë të dobishëm. Po. Të rëndësishëm për familjen e tyre dhe për shoqërinë e tyre. Edhe kur të kuptosh thelbin e të bërit mirë, kur ti të fillosh të bësh mirë për të qenë i dobishëm për shoqërinë tënde, familjen tënde edhe gjithë njerëzit që të rrethojnë, atë ke gjetë një arsye shumë të fortë për të jetuar në jetë dhe për të dalë në jetë. Mua kur më thon patronazhist nuk më preki, nuk ndihem keq, nuk jam i mërzitur, sepse dhe nëse unë patronazhoj, ishte sigurt që do patronazhoj punët e mia, apo hallet e njerëzve, apo problemet e njerëzve. Edhe kur ti patronazhon problemet e njerëzve dhe u gjen një zgjidhje problemeve të atyre njerëzve, pak rëndësi ka i majt, i djath, i qendrës janë ndej këtej, ti në atë moment automatikisht i e bër një dritë feneri apo një zgjidhje për njëri që nuk ka pas zgjidhje më para. E ta thash, të merresh me politikë, për mua është mënyra më e mirë që ti të bësh ndere njerëzve pa kosto, pa marrë diçka mbrapsh. Se po bëre diçka mbrapsh është shitje, nuk është më për të marrësh politikë, është sekserllëk. Po. Kështu që ka dhe njerëz që duan këtë vend. Më besoj që ka njerëz që duan. Ka, e di që ka. Ka njerëz që si puna ime them që nuk janë lek nuk janë të rëndësishme. Po. Po të bësh mirë, të ndihesh mirë është shumë e rëndësishme. Më beso kur them që kur ndihmoj dikë apo kur bëj diçka, ndihem shumë më mirë unë se sa ai që ndihmohet. Është i shprehur valla. Më i lumtur është ai që jep se ai që merr. Dhe më besoj që është shprehje shumë e vërtetë dhe unë jam shumë i lumtur. Edhe në këtë fazë që ne jemi, të qenit patronazhist nuk është gjë e keqe. Më besoj se është gjë e keqe. Se dhe ti sot po të kesh mundësi të ndihmosh një njeri dhe do vesh të takosh ministrin X apo. E bëjmë për ditë valla, çfarë? Dhe ti je një lloj patronazhisti, të takon atë për të zgjidhur problemin ti apo patronazhove njëri. Po. Kështu që fjala patronazhist nuk është kanceri në këtë shoqëri, nuk është gjë e keqe në këtë shoqëri. Fjala patronazhist. Ço se lidhem. E pri pak. Fjala patronazhist në këtë vend është të ndihmosh njerëz, të japësh shpresë njerëzve që nuk kanë mundësi. Pse detyrimisht të patronazhosh të është gjë e keqe. Ora unë po të them edhe një herë, nëse ka njeri që ky është sensi se si ti e nënkupton patronazhimin. Nëse ka njeri që do më patronazhoj mua, po të më bëj me jetë, të më bëj të lumtur, të më martoj, të më fejoj, të më bëj të ndihem. Të më patronazhoj dikush. Ai të po të patronazhon vllai, do nuze ti, dëgjën nuze. Jo. Po se më them mua që do i bëjmë të gjitha kaps, të gjitha nuze do pa puna. Po do ta gjejmë një nuze për Viktorin, lutem. Të patronazhosh është gjëja merresh me jetën e një njeriu direkt. Tani ka edhe kjo patronazhimi që thotë që mundoheni ju të djathët na bëni si fundi botës që ne patronazhojmë njerëz ça han, ça pin, ku rin, ku vend, si ikin, si vin. Po ndodhe bër. Po, repita, unë ta them vetë, tani s'ka nevojë të ta thuash ti, unë po ta shpjegoj, po ta them dhe po ta logjikoj. Po, ndodh, si s'ndodh. Po pse ju se bëni? Në fushat ju në politik,
A është kjo informacion politika? Kush ne vlla? Un jam un. Po, Ata janë a, ata. Juve jeni ju. Neve netha. Ne filluam bisedën që ti ishe i djathi unë i Po, majti. i djathi majt. Tani dali që unë që kam më vetë i majti, ti që kam. Po ne s'po flasim të majtet patronazhojnë. Ne po flasim rilindasit patronazh. Jo. Jam patronazhist. E di, jo çiktaj, se kjo është e bukur. Këta që patronazhojnë që ju thoni rilindat kanë 16 vjet në pushtet. Fitimtari nuk gjykohet. Që na ky moment. Tu jemi dakord. Që na ky moment. Tu jemi dakord që gjykohet. As rilindas, as socialista janë në pushtet. Po e di kur do fillojmë të flasim bashkë. Nëse këta dilni juve në pushteti, në pushteti dhe thua nuk patronazhuan mirë, s'dini ta bëni mirë. Ne po e bëjmë shumë mirë, ne jemi pushtet 16 vjet. Për arsye sepse e bëjmë shumë mirë, ua që zgjidhim maksimalisht njerëzve më shumë se gjysmës së njerëzve, o zgjidhim problemet, ju japim shpresë, japim mundësi të ata votojnë dhe ne fitojmë. Nuk ka votojmë të gjithë, nuk ndodh që të gjithë botat jetë sidomos në vend si Shqipëria, se mund ndodh në Danimarkë apo Norvegji që kanë ngelur vetëm pleqtë dhe janë të lumtur ata pleqtë se s'kan çka kërkojnë. Se me çfarë diun Norvegji, Finland, Danimarkë. Po kanë plagë popullsie. Nuk kanë më të rinj se kanë ikur gjithë nëpër Europë apo në vende që ka kanë plagë popullsie. Bravo. Kështu që edhe ato vende që ju thonë janë idealistë, janë sa pleqë që s'kan çfarë bëjnë, prandaj janë idealistë. Ata zvrasin, as presin, as vjedhin, as bëjnë korrupsion. Janë 80 vjeç, ka vajt 80 vjeç me mesatarën në Finland. Tani ata që jetojnë atje. Tani si mund të më thuash ti mua që është vend i mirë ai atje që s'kam ka depresion, vrasin veten, edhe nuk ka transporti publik është falas, po normal sa ata që kanë ngelur atje. Edhe aq plejsa janë atje, kush do vi bëj korrupsion atë vjedhit vrasi. Pra ai po thot vllajot që këtë termin patronazhist janë munduar aq shumë që ta bëjnë të term të keq, që të rinjt, ta them unë që ta dish me vllajot, të rinjt mos të merren me politikë se quhen patronazhist, mos të merren me politikë se quhen idealist, mos të merren me politikë se quhen çka nuk term ashtu nuk kam, vetëm që mos të merren me politikë. Po su morëm ne me politikë, po su morën të rinjt me politikë, nga do gjendet zgjidhja, nga do gjendet vazhdueshmëria, nga do gjendet e ardhmja, si do funksionoj. Por janë bërë rrjetet sociale që shkruajnë sa njerëz që nuk kanë as fytyrë, as emër, as mbiemër, as gjë, dhe sulmojnë, vetëm mallkojnë, vetëm shajnë. Kësaj i themi neve, Viktor, patronazhist. Unë për shkakun. Unë jam personazh publik vlla. Duan të majtet edhe djatët u njame, u dal njerëzve para syve. Po. U dal në televizor, u dal në telefon, u dal në YouTube. Ku do vlla? Po. Ti nuk është të thënë që duhet të jesh patjetërsimisht në një mendje me mua, se unë nuk do doja që të ishin gjithë në një mendje me mua. Unë jam gjithmonë për mendimet e kundërta. Po nuk ke pse mshan nga mouse, nga tastiera, ose po mshave, dil me emër me mbiemër vlla, që ta di unë, të jemi në luftë të drejtë pakën, ta di se kush po mshan. Mua më kanë sulmuar edhe të majtët vlla, po edhe të djathët. Kur në datën 12 maj e thash Partisë Demokratike dhe aleatëve, vazhdoni të bëni fresk Ramës edhe na 4 vjet tjera, se jeni ku e ku. Domethënë mori Belinda Balluku 12 mandate në Fier. Dogjet e Sigurtin të pestin e Fierit. Situata është alarmante. Dhe unë kam gjithë drejt në botë, si flas me revolt kundër Ramës, flas edhe kundër Partisë Demokratike se. Më fal. Se më the mori Belinda Balluku të 12-tin, dhe është alarmante. Për neve më është alarmante. Shprishë balancësh. E një Belinda Balluku? Si? Ti e një. Personalisht jo. Po të them që e një personalisht? Po. Belinda Balluku është një zonjë që asnjë burr në Partinë Demokratike, po edhe në Partinë Socialiste, nuk e bën dot që bën ajo. Unë kam bërë fushat në Fier dhe jam habitur se si shkoj njëri që vinen 8 mëngjesit, vinen fizikisht në fushat 8 mëngjesit, ose kur ishte në gjatë periudhës që është mbaruar akoma kur ishte zënës kryeministe apo ministre infrastrukturës deri në orën 4 në zyrë, dhe në 4:30 ishte në Fier apo në 5. Deri në 12 natës për 6 muaj rresht ditë për ditë pas një mungesë. Njënde, sot do të them që sa gjëra që nuk i di njeri, janë të brendshme. Ndoshta inshallah as më shikon edhe ti marrë vesh këto gjëra që unë i nxjerr se do kem probleme. Unë jam njeri që i them gjëra, po njeh ai person, ajo njeri njeh 99.9% të njerëzve që qarkullojnë në zonë. Të fortë, të zot, punëtor, të thjesht, ekonomist, orbaqeps. I një personalisht, vetëm në shtëpi i takon, i gjithë probleme.
nuk e di se si dhe se ku e ka atë energji që të takoj për 6 muaj fushat apo 3 muaj fushat, të takoj 200.000 veta që ka gjithë Fieri. I takon, është e vërtet që i takon. Ore, nuk ka një energji të frikshme, ka një ecuri të frikshme. Por për atë respekt valla. Prit, ka një energji të frikshme, një ecuri të frikshme të një njeriu që nuk është e logjikshme në politik. Nuk e ka as Gaz Bardhi, nuk e ka as Zeqineja, nuk e ka as ai tjetri, kush ai tjetri Luan Barç, nuk e ka dot, nuk i bëjnë dot aq kilometra sa bën ajo, 10 burra bashkë në PD. Thua ti mos të marri 12, unë na habita si nuk i mori 16. Ore më aq sa ka takuar, më aq sa u ka dhënë dorën, më aq sa probleme u ka zgjidhur. Do të kish marrë 16 orë, është ora të betojmë që është do të kish marrë 16. Çuha. E di sepse do të them gjë. Çfarë është politika? Është shërbim. Po. A është shërbim? Art manipulimi, po shërbim le ta Ore quajmë. le art, nuk po them çfarë flitet politika. Çfarë është politika vërtet? Është zgjedhje. Njerëzit shklevri duhet ta besojnë Viktor që është në shërbim të tyre, ndërkohë është art manipulimi. Në të vërtetë, çfarë duhet të jetë? Jo, më fal çfarë është. Se bra pyetjen gabim dhe ti si profesor e kapet direkt që bra pyetjen gabim. Çfarë duhet të jetë politika? Politika duhet të jetë në shërbim të popullit. Ore çfarë duhet të jetë politika? Duhet të jetë shërbim. Shërbimi i Unë që popullit, më zgjedh ndaj ti, popullit. Unë që më zgjedh ti të vjem në shërbim. Një Pa. njeri tani që të vihet në shërbim realisht, Pa. që është aty nga mëngjes deri në darkë, Pa. që të bën rrugën, të Pa. bën dritat, të pastron ambientin e shkolla, të lyen shkollën, të sjell ngrohje në shkollë, bën të sjell ujë në shtëpi, Pa. pastron kanalin e ujrave të zeza, të shërben, një njeri që të shërben. Ora nuk është e tmerrshme nesër pas nesër del shpend Po gash. pito se mos ma ndërprit, mos ma ndërshon logjikën e mendimit. Një njeri që të shërben, realisht të shërben, për atë që ti e ke votuar, dhe për atë që ti s'e ke votuar, ajo prapë të shërben. Ti më thua është e frikshme mori 12? Pse duhet të marrë 16 o? Pse mos i marrë 16? Pse a e shërben? T'ja japim të gjitha vlla. Ai u shërben Të njerëzve. gjithë jepjani. Ai u shërben njerëzve. Nëse të shërben. Atë nuk e di unë vlla, se unë kam takuar edhe të pakënaqur edhe të kënaqur. Normal. Derisa mori 12 i bie logjika i bie që më shumë janë të kënaqur. Jo, më jo, Ka ata shërben 12 mandate ishin nuk i dumta të PD-s. Jo më jo. Nuk ka. E di pse këto teorinë që nuk i duan këta të PD-s e kanë nxjerr ju për të justifikuar humbjen, nuk është ashtu. Nuk i duan të PD-s, ishte Justifikojnë humbjen. po. Për çfarë do ta justifikojnë? Jo ti, po ta justifikojnë ata humbjen që humbin që mor ka mandate. Se ishte edhe, më fal pak. Ishte edhe Ata i din vet vlla kush Nëse janë. nuk e donin PD-n, ishte ky Adriatik Llapaj. Nëse nuk e donin Adriatik Llapaj ishte Arlin Çori. Nëse nuk e donin Arlin Çori ishte Agron Shehaj. Nëse nuk e donin Agron Shehaj kishte mundësi zgjedhje 200 veta. Arsyeja që votuan këta njerëz 12 Po veta. me mua bën politik more kopi tha. Ore, këta 12 Me mua bën politik. tani më pëlqen shumë. Ja, kjo futet në artin tënd të manipulimit tani. E pe që E di çam ka thënë, e di Është arsyeimi tim logjik është i saktë. Ti sa e Absolutisht. dëgjove këtë arsyetim sakt, pap më futet një devijim. Jo, absolutisht është i sakt logjika. Në mënyrën se si e shpjegon ti. Tani un po të shpjegoj logjikën Kam time. i pa kënaqur. Që është po prap logjike sakt. Po. Po ta dëgjosh deri në fund. Po. Se ti merresh me logjikën, nuk merresh me Vetëm me logjik vlla. nuk merresh me argumentat. Po argumentat janë plotësuese, logjika duhet të jetë Okej. strukturale. Logjika kjo që thonë është në rregull? Absolutisht po Ai vlla. më një argument tjetër ti. Po, argumenti im është, a nuk është e frikshme, më thonë ajo që tash unë, që të ketë disbalancë në vendimarrja. Pra, të jetë këtu gepi. Dhe nuk po flasim për një shoqëri franceze dhe angleze miku im apo amerikane. Lidhje ka shoqëri mos ma futet mos. Jo shoqëri. Me mua nuk funksionon krahasimet. Ne po Jo, vlla, politikën ti tani duhet ta marrësh se e ke marrë, e ke importuar nga jashtë politikën në mënyrën e të bërit tu. Ne tani kemi kohë që trajtojmë njësoj. Po pra, dhe ideja është këtu që nuk po jenë sisteme të cilat garantojnë një lloj balance dhe mos abuzimi me pushtetin. Po çfarë flet konkretisht? Për disbalancën në proporcional të ndarjes pushtetit vlla. Pra, ndarja pushtetit qytetari nuk e ka me ty unë vlla, nuk. Logjika ime nuk hyn tek personi që është ngar. Logjika ime po të ma lësh ti e dëgjon vlla. Nuk po merrem sa ka marr Belinda. Se thash si shoqen time, zonja Ballugu, sa ka marr 12 mandate apo 16 apo 18. A është zotësi 1 miliard përqind është zotësi vlla. A ka më fal për shpreh më shumë hallate se sa të gjithë burrat që kemi njohur neve në politik. Po, mund të ketë më shumë hallate se sa ata. Më shumë burrni, më shumë gjitha me radhë. Problemi im është tjetër kund vlla. Nuk është e Belinda, as te Shpendi, as te Viktoria, as te Saliu, as te Edi. Problemi është ky popull vlla. Ky lloj elektorati.
nuk e ka frikë, nuk e ka fare frikë 34 vjet më para çfarë do të thotë japësh pushtetin vetëm një partie, vetëm një njeriu të vetëm. Pra, minimalisht duhet ta kishe balancuar shpërndarjen e votës. Çfarë do të thotë? Këta le të jenë dobët, po te këta mos të jenë shumë fuqishëm. Sepse thellohet hendeku. Ja do të them një. A të pëlqen logjika ime vëlla? Fare. S'pëlqen fare. Logjika komuniste. Shlogjik komuniste kjo? Pse? Ja ta shpjegoj. Ma thuaj. Domethënë me një profesor të tillë që ulen për bëj debat, të kem këtë logjik, mos e jep atij se merr maksimumin, s'është logjikshme, ta shpjegoj pse. Dgjoj me vëmendje, është e bukur. Nuk çeka logjikshme mos e jep atij që mos marr maksimumin. Po mos ta marrim më maksimumin, mos e ke pas Enver Hoxhën, o vlla. Po dakord, po ai tjetri ja lufton për të marrë maksimumin. Ti kur e shikon vëlla, nuhatja. Kush e ti dhe unë ta ndaj? Ti balancon o zotrit. Elektorati ma. Kush është elektorati? Elektorati ma, ata që marrin njap votën. Edhe një herë të shpjegoj tani se si funksionon, se nuk e ke pas e kuptuar. Ti akoma mendon që elektorati në Amerikë, në Norvegji, në Finland, në Danimarkë dhe në Angli të balancojnë për shkak të logjikës së votuesve. Jo, këta njerëzit dolen amishët për Trumpin në 200 vjeç dalën, vëlla. Ta njerëzit e balancojnë në bazë të programeve që kanë përballë dhe mundohen të votojnë programe më të mirë që fiton përballë një programi që është pak më i dobët, por që ka dhe ai mbështetësit e vet. Tani të kthehemi te pjesa e maksimizimit. Në Fier, se më pëlqen shumë Fieri, se e njoh mirë, kam bërë fushat aty, di problemet e njerëzve, di sa njerëz të mirë janë ata njerëz, se sa e kuptojnë ata. Jemi të mirë në Fierakë. E kuptoj se sa unë jam habitur se sa njerëz fleksibël janë Fierakët. Se sa njerëz që e kuptojnë konceptin e të bërit politik dhe pse duhet të bërë politik. Jo se ata parcialiste, se ata të majtë kanë gjithmonë, por janë dy forca që luftojnë fort për të maksimizuar votën e tyre. Dhe këtë nuk e ndan elektorati kur do votoj që ta balancoj pushtetin. Se po ta ndante elektorati, nuk bëni gjë prit lutem. Po vëlla tani mos. Prit të kam vëlla, lutem. Po tash se do ta ndante elektorati balancimin e pushtetit. Do të thënë komunist unë që them elektoratit, jo të komunisti që thua elektorati varja, se jemi ne dy. Po çfarë thua vëlla? Po lutem, nëse do ta balanconte elektorati, nuk do bëshin zgjedhje. S'kish pse të bëshin zgjedhje. Me benim peshore në mes qytetit. Jo 50-50 vëlla. Po të lutem, më ta mbaroj. Ne do benim një peshore në mes qytetit, e do vënë gjithë në një gur, edhe kur shkoni që kalonte pak më kthej, jeni kësaj që jap një vend pak. Ku ti ata çfarë bënan ku ti? Edhe unë prandaj të dua fort të vëlla, se edhe ti si puna ime të devijon nga argumentet e tua çfarë balance 50-50. Olla jo më jo. Po bëjmë zgjedhje 50-50, ti e kupton balancën time, mos më devijon mua kot tash. Logjika e mendimit tënd. Jo, vëlla. Jo. Po nuk të ndaj fare nga mendimi, do ta shpjegoj. Logjika e mendimit tënd që thot populli ose elektorati duhet të balancojë pushtetin, duhet ta ndaj pak nga pak. Po ju bëndan ku ti na sa aty ka i tjetri që japin tjetrit. Ti shkon frymën vëlla. Ore po nëse fryma e shkon të japin gjithë PD-s. Kur unë gjoj. Olla ne duam të ftoj PS-ja. Dhe gjithë fryma për të balancuar pushtetin japin PD-s, po për shkak tash nuk e llogaritëm shumë mirë ftoj PD-ja. Po mirë, shprehen time ti për shkakun që nëse do ishte Berisha në kushtet e Ramës me 12 mandate, unë do isha pro Ramës, si e shpjegonte? Çfarë më çon mua? Nëse jo më unë ty quaj popull demokratik, populli demokratik duhet të jetë gjithmonë në opozit. Kjo është ligji i demokracisë botërore. Ky je një popull demokratik që je gjithmonë në opozit. Nëse Rama do ishte në pozitat e Berishës dhe Berisha do ishte në pozitat e Ramës, unë nuk do isha me Berishën, do isha me Ramën. Po si kontroversal, është e një efekt. Jo më vëlla, balancë. Po edhe një herë nuk balancën e bëjnë njerëzit, e bëjnë programet, e bëjnë modelet. Ktu nuk kemi modele. Nuk kemi një model përballë një modeli dhe të balancojmë zgjidhni modelin më të mirë. Tu kemi një model që është Rama përballë një zgjeje nga ana tjetër. Dhe ka njerëz që kanë votuar kaq pak, se voton një model përballë një hiçi, një zgjeje. Kush është azhë mama? Sali Berisha. Sali Berisha azhë? Individualisht azhë, a them se është azhë. Jam ta të shpjegoj pse është azhë. Sali Berisha azhë vëlla? Zero. E di se është zero dhe është azhë. Ta shpjegoj se më pëlqen shumë ky moment ta shpjegoj. Është azhë sepse ndryshe nga Fatosnanua, nga Ilir janë azhje më e madhe është akoma, po ndryshe nga gjithë politikanët që unë njoh në gjithë botën kanë një ngritje frenash, hapje krahu dhe mbështetje një njeriu. Që të eci, të vazhdohet, të zhvillohet, që të ketë mundësi të marrë maksimumin. Po një njeri që do ta marrë çdo gjë vet, ta marrë ta fusë në xhep, ta fusë në xhepin këtu, ta fusë në xhepin atje, të marrë sa gjëra në kurriz, të marrë sa gjëra të fusë poshtë këpucëve, ti marrë gjë që të jetë i mbrojtur vet, jetë i pasur vet, dhe gjithë tjerë le të vdesin rreth rrotull, është azhje. E di pse vllai?
sepse në politika është arti i të marrit me njerëzit, nuk është arti të marrit me veten, me familjen tënde. Për aq kohë sa ti e maksimizon artin e të marrit me veten tënde, s'ke se si të jesh gjë. Të jesh asgjë, sepse sigur ai buri që juve doni shumë, që ju keni dashur, se ata nuk e do më njëri, po jo ai buri që ju keni dashur, kur ju e kishit idhull, të kishte bërë pak më fleksibël, pak më lojal, ti kishte ndihmuar pak më shumë njerëzit e tij, ti kishte forcuar çik, mos ta kishte ndaluar të bëj kryetar bashkie atë Oldashin, që mos ta kishte ndaluar ata të tjerët. Ilir Ali Mehmetin, të kishte hap rrugën të rive, sot do ishte më i nderuar se kur. Do ishte në statusin e një babai që ndihmoi fëmijët, i dha krah, e mbaj mend si sot shprehjen e Fatos Nanos, sa më larg të ikni ju, i tha varzët të tij, sa më larg të ngjiteni ju, sa më të mëdha të keni ju krahët, aq më lart do fluturoj unë, sepse krahët tuaja janë fuqi për mua të iki lart. Filozofi e Fatos Nanos në 2001 e mbaj mend në bisedë. Dhe ti më thua mua nuk është asgjë? E ka katandisur Shqipërinë pa opozit, e ka katandisur demokratët pa buk, që po mundohen ku e ku të vend të gjejnë të fshkuten dhe të struken që të marrin një rrogë, të jenë në punë, të jetojnë. E ka katandisur Shqupin, mbamën një lojë kemi qenë të vogël me kalara që hipte njërin kala dhe 3 veta që ta rrezonin, edhe hipte kush hipte atë lojë me kalara, e mbamën. Musi lojë me kalara ka katandisur Shqupin, hipën njëri lart dhe këta 4 poshtë i shtyn. Pastaj bën këta 4 bashkë, 300 atë lart, hipën ky lart, shtyn ata poshtë. Musi lojë me kum. Këta s'pëdon. Tu e di pse unë vërtet jam i majt. Edhe vërtet jam biznesmen. Unë e dua shumë vendin tim. Unë e dashuroj Shqipërinë. Unë jam nga ata njerëzit që kanë pas mundësi të iki në gjithë botën, nuk kam ikur asnjë orë, asnjë ditë. E dua shumë, e dua vërtet. Edhe më pëlqen shumë që Shqipëria të eci, që Shqipëria të zhvillohet, që Shqipëria të ndërtohet. E dua shumë që unë të rris fëmijët në këtë vend. Të kem e di kush ka qenë sot se më kujtoa tani. Pika me zez që i ka bërë Sali Berisha Shqipërisë. Që pika me zez, se do bësh meme këtë, se do bash mend. Po. Hapja liberalizimi i universiteteve, hapja vitinës, po, e Kristalit, e UBSH-s, UMSH-s, të KSHK-s, çfarë s'ka vënë. Kjo ka qenë pika që të gjithë ignorantët që Meta i bëri, të gjithë ky u dha të gjithë ignorantëve, ju dha një pistolet në brez, pistolet në mënyrë, ju dha një diplomë në brez, që më mbrapa Ilir Meta i bëri gjithë drejtora. Se të bëshin do drejtora pa pistoletin që u dha ky me shkolla private me. Viti që te vitrina jepej shkolla me qumësht, me mjalt, me kosë, me dardh, me keca, me shelegër, me shkollë të larta u bën drejtora më mbrapa. Ta drejtorat që u bën më mbrapa, ti pretendon që do mbani pushtet për shokët e përmiqtë e përreth. Ti je konciente të njëjta gjëra që thua ti. Prit. Mund t'i them unë për Ramën? Po, absolutisht. Po do të themi që do ta them unë edhe për Ramën, që do të vdesja të nxjerrësh, po ta them të. Ai është për të mundur. Pika me zez. Unë s'merrem me asgjën. Pika me zez e historisë së Shqipërisë që do vite dritë larg që të rikuperohet. Ka lidhje me familjen time që do arrisën këtë vend unë. Edhe do më duhet të paguaj mësuesin më të mirë. Merri pra, ja ku e ke qeverinë tate, hajde bëhemi bashkë të kërkojmë mbretit reformë të re në arsim. Po, është për reforma në arsim do bëhet shumë shpejt. Me kë? Me ministrin Kumbaro. Ajo pikza e vogël në Butrint, e di se do bëhet, do bëhet vrim. Kumbaro ti nuk e njeh personalisht. Kumbaro ka energjinë për të çuar gjërat para më mirë se çdo ministër jashtë qeverisë. Lere këtë e vazhdojmë një ditë tjetër Kumbaron, më thini ditë për Kumbaron dhe për qeverinë. Ti e ke si në shpintate, hajde sa do i zemra jote. Do të themi që tani. Edhe live po desha. Po ti nuk e di që do ishte kaq interesante episodi me mua, tani do ftosh më shpejt e di. Absolutisht po. Tani më gjallajn. Më duhem më zëra kundër. Po absolutisht që duhen. Unë po të them vetëm kaq. Pika me zez që Shqipëria ka pasur kanë qenë 2 momente. Momenti i liberalizimit të universiteteve. Po jo liberalizimi, se liberalizimi është gjë e mirë. Po krijimi të kioskave që shistin diploma valla. Ajo i ka bërë Shqipërinë që gangstera, hora, rrugeçër, mafiozër, të bëmë shkollë të lartë të gjithë. Pa vajtur në shkollë, pa vajtur në shkollë, pa ti çfarë shkolla, s'ke marr klasë, ora ka qenë batut e përjetshme. Ta dia që merre kaq lehta të kisha marrë të gjimnazin. Po la kuptoni tani, ora është reale, është e vërtet. Dhe pika e dytë që po vazhdon dhe realisht po vazhdon dhe Edi Rama sot ta bëj, sepse është kthyer në model që gjithë
meritokracia nuk funksionon më politik. Gjitha njerëzit me diploma të paaft, me pak lek, që janë çast kanë bërë, i bëjnë drejtora. Pa zero meritokraci politike, qytetare, u kthyer model. Këto dy modele e kthyen Shqipërinë 200 vjet mbrapa. E di pse? Sepse nëse thot është një shprehje e vjetër, nëse ti bën një inxhinier të gabuar, do të prishet një makinë, do të plaset. Nëse ti bën një elektricist të gabuar, do digjë llampa, nëse bën një hidraulik të gabuar, do çaj tuba, po nëse ti bën një mësues të gabuar, vdes shoqërinë. Ti vdes shoqërinë me mbyll e bën si është gjendja sipas nëse ti e çapo të pyes kot. Do të them tani, Edi Rama mori në këtë pikë në universiteteve dhe studimeve, mori një moll të kalbur që po mundoi ta rikuperoj. Ti mendon se Edi Rama edhe e ka të thjesht ka një shkop magjik dhe mund ta rikuperoj të mollën e kalbur ta marrë në. Jo, po unë di që Edi Rama ka 2 fishën e kostë në pushtet të Sali Berishës. Po, dhe në pak nuk ka bërë asnjë kiosk. E ka degeneruar Simi valla. Vi nga pedagogjia unë, këtë nuk guxon dot njëri të ma thojë valla. Më barbonat, më legenat, më bastardat, më hajdutët, më të degeneruarit e ke pedagog. Edhe në fakultetin e shkencave sociale dhe nëse Rama na e shikon këtë, shkoj nisi auditin atje. Po, te plagjaturat e tyre, po. Për të që ka Rama në faj. Nuk bën asnjë lloj gjëje ata njerëz që punojnë për Partinë Socialiste valla. Klodiana Beshku e tjetër për Rogerta Manasiliun. E di vet vllai, kam parë. Rama nuk kam mbledhur një këshill valla. Thoj si është kjo gjendja, nëse është interesuar për arsimin dhe meqense Rama fëmijën e vet, djalin e vet, pas me jetë o zot. E shkollon në Shqipëri, nuk po e shkollon jashtë. Duhet merret pak Rama me këtë se shprind apo jo? Absolutisht po. Mua vllai tat ju doj doktoratura bashkë të tjerëve, po. Sepse nuk isha pjesëtar i një NGO-e valla. Siç e ka bë universiteti, un pedagog do të jem 2 vjet punonjës në një NGO. Praktikisht në fondacionin Shoqëria e Hapur, se shoqërinë civile ata e kanë. Pse duhet privohem un nga e drejta e studimit tim për të shkuar në studime doktorale sepse duhet të jem pjesë e një NGO-e. Këto janë gjërat që duhet merr. Kjo ishte revolta ime me Ramën, valla. Unë nuk kam asnjë lloj gjoje personale për post prishjes pronave që unë ja kam thënë publikisht. Atë lloj njeriu, atë agjitimin që thua ti, sa herë përmendet Edi Rama sepse lidhet me prishjen e pronave, mund ta kisha për Sali Berishën nëse do ishte kryeminist Sali Berisha në kohën që u bë. Është emocionale sepse ti vjen vet nga biznesi, ti e di se është i lidhur tjetër me pronën. Gashi mund të jetë sot një kundërshtar politik i Ramës valla, mediatik, quhet si duash ti. Gashi nuk ka vajtur një herë të fusi grush poshtë brezit, nuk është marrë një herë me zonjën e nderuar Linda, as me Zahon, siç merren lart e poshta demokratët, duke hedhur balt. U merre me realitetin. Shkolla ka vajtur për lesh valla. Qa po bën zoti kryeministër? Biznesi nuk po lulzon. Qa po bën shoku kryeministër? Po censurojmë nga gjitha anët. Qa po ndodh vlla? Më thënë, unë që kam e keqë, po ti mund e keqë shoqërisë, të dali kolektivi thoj, po gash ti po na prish shoqërinë, sakrifikohen vetëm, nuk ka asnjë lloj problemi. Iki futem unë burg. Po nuk jam djalë që unë të ul kokën valla. Nuk e kupton që ti individualisht, unë individualisht, të gjithë ne njerëz që njohim individualisht nuk janë asgjë, nuk kemi asgjë. Individualisht kemi asgjë. Jo, unë jam i djallë, unë besoj te individi. Dakor, ne nuk kemi asgjë individualisht. E vetëm ne jemi shumë bashk. Nuk bëhet asgjë individuale. Ti je mjuzuar i botë, planet. Skuadër do, po. Po ti je Einstein ti je, të kesh ide më të bukura në botë. Po. Steve Hopsi. Po. Ti thua mrekullira. Gjysmë do thonë ke drejt, gjysmë do thonë e budolla. Gjysmë do thonë se e zgjuar, gjysmë do thonë po ai çpati. Është gjithmonë valla, gjithmonë. Por një skuadër e mirëfillt, një grup i strukturuar, një klan i mirëfillt bën ty që të jesh i dobishëm, i vlefshëm, dhe të bën ty të ndryshosh. E di çka kam bezdi unë në jetën time që debatoj fort, kam bezdi këta qerinja shtetit edhe u futeni në Instagram e në po edhe unë. Në WhatsApp edhe unë t'japi mend. Në këtë t'japi edhe mend. Në Facebook edhe shkruajnë si politolog të fuqishëm, si njerëz që do zgjidhin jetën nga ajo vendi atje që e sigurt që punojnë për të ndërtuar
botën e atij tjetrit. E nuk kanë ardhur këtu që kur s'mbahet mend, dhe kur vinë këtu, edhe dinë se është akoma 2002. Edhe këta nuk duroj dot. Edhe e kam vërtet që nuk duroj dot. Por sa njerëz si puna jote që mundohen të fort ta ndryshojnë këtë vend, un kam respekt. Por nuk ndryshohet vetëm duke folur çfarë problemi ka. Un në historinë time, familjen time, edhe shoqërinë time kam ndryshuar jo duke folur që është mirë apo është keq, por duke bërë vepra, duke i mbledh shokët e mi, duke thënë ai bëjmë një biznes, duke i mbledh shokët e mi, duke thënë ai bëjmë kalçeto, duke i mbledh shokët e mi ai bëjmë një gjë. Ka nevojë për veprim ky vend. I mungon shumë veprimi. Ti je njeri i zgjuar, jo më fal. Ti je njeri i zgjuar, je njeri i ditur, njeri i mençur, ti ke idetë dhe vizionet tua shumë të qarta, po nuk di që ti të kesh marrë një iniciativë, të ngrihesh, të bësh një peticion e ta mënyrën e revolucionit të arsimit, të marrë një gjë të thjeshtë. Ti mendon që arsimi është për tokë. Po. Dhe ka shumë vite që është për tokë. Ta thash që kur ka filluar. Po. U vodhën Si lëngon akoma. Dhe vazhdon lëngon sepse një njeri që është plagosur, ti mundesh ta shërosh, to kot shërohet, nuk mund ta bësh ti të vrapoj. Po shërohet fare, po i futet plumb tjetër. Dakor. Ora është këndvështrimi jot, ka njerëz që kanë këndvështrim ndryshe, por në momentin që ti e ke këtë këndvështrim dhe ti ke një zgjidhje, ke një mendim si mund të zgjidhet, unë jam i bindur që ti mund të bësh një draft. Jam i bindur, jo ti, po çdo njeri në botë bën një draft, një kërkesë, ta paraqis ministri, ta paraqis në rektorat. E di pse vllai, sepse ti sot nuk po zgjidh gjë duke folur. Ti nesër nuk mund të zgjidhësh asgjë duke e bërë të veprimin. Se jam i sigurt që nuk do zgjidhësh gjë. Por mbaj mend, mund të zgjidhësh, mund të dëgjoj njëri, mund të vej fjala jote, mund olla, nuk i dihet. Po ti kam një shprehje time që e kam të bukur. Unë ndoshta këtë vend nuk do ta bëj ashtu siç dua. Nuk e bëj dot ashtu siç dua unë. Më të mirin botë. Por unë do vdes duke u përpjekur për ta ndryshuar. Nuk e bëj dot ashtu siç është, po do vdes duke u përpjekur për ta ndryshuar. Në fund të jetës time do them unë u përpoqja. Kurse njerëzit e tjerë do thonë ky vend nuk bëhej. Dhe ne jetojmë me fjalën nuk bëhet. Ti vlla, edhe një herë, ti do përpiqesh për ta bërë. Do bësh luftën tënde. Mo atë që bëj unë te. Unë kam për ditë zotri. Peticioni im kjo është. Kush e? Po bëj na 35, po bëj 35 orë regjistrime më shumë se Top Channel dhe Klani bashkë në javë. Duke marrë të majtë e djathtë, duke dal live me njerëzit, duke i pyetur për hallet e veta, duke i thënë dërgoni mua se ja dërgojnë instancave, nuk i çojnë njerëzit mos dilni juve në votime ose shajni këtë ose sabotoni. O jemi për sabotazh total gjithë sistemit. Dalim e të vendosim rregulla të tjera, pa dhunë, nuk jam te dhuna, sabotazh vëlla, nuk dalim një ditë në punë, vi shteti tulet këmbkryq me neve. Gjithë politika, çka ka, diçka nuk po shkon. I kam kërkuar rektoratit përgjigje rektoratit Talltrapin. Të shifla mua më gjelet vetëm me i rraf. Me i rraf, deli keq. Do të them një gjë, do t'rregoj një histori. Të dalësh publikisht, po gash s'bën veprimtari. Çfarë veprimtari më tek pulli vetëm, o Viktor. Të tregoj një histori. S'kam unë mbështetje partie politike nga pas vëlla. Do të them një gjë. Jam tek pulli vetëm. Më kujto se unë nuk i mbaj mend me emra, nuk jam njëri që mbaj mend shumë emra, po që mbaj mend histori. Në një burg në Amerikë, një burgosur bëri letër bibliotekës kombëtare, i tha burgu jo nuk ka libër. Po. Më duhen kaq libra. Ja bëri vitin e parë, muajin e parë nuk i kthyen përgjigje. Ky vazhdoi bëri të njëjtën letër. Burgu jon nuk ka libra. Nuk i kthyen përgjigje ata. E morën për putolla për shkak në burgu kërkon libra. Ja bëri për 5 vjet rresht çdo muaj, ditë për ditë letrën burgu jon nuk ka libra. Dhe ata u morën, u bë aq e bezdishme sa posta vende u çonte çdo ditë dhe çdo javë fletën që burgu jo nuk ka libra. E ky këtë letër pasi ja bëri bibliotekës kombëtare, ja bëri ministrisë burgje, drejtorisë përgjithshme të burgjeve, ja bëri ministrisë brendshme, ja bëri gjithë dhe u shqetësuan dhe vajtën aman mbylli gojën, dhe vajtën ndërtuan një bibliotekë të gjithë te ky burgu. Dhe ky e dinte që ky burgu nuk e dinte, ishte i bindur që këta nuk do merreshin në burg të bëjnë bibliotekë. Po. Po nuk ndaloi kur te ëndra e tij duke shkruar çdo ditë që burgu nuk ka libra. Dhe në fund ai burg ka bibliotekën më të madhe në botë të librave në burg. Dhe të gjithë të burgosurit merrnin bonuse nëse lexonin libra dhe filluan të lexonin. Nga një kërkesë e njeriu të çmendur në një moment. Ti e ke dërguar elektoratit, te nuk ka kthyer përgjigje. Po ti e ke bërë një herë dhe do të tirash se të është dukur tallje. Po ta bësh ditën e dytë, ditën e tretë. Ti ja dërgosh Edi Ramës në kryeministri, ti ja dërgosh ministrisë arsimit, ti ja dërgosh drejtorisë së përgjithshme të ta bësh ditë për ditë.
bëj njerëzit them, edhe në shkollë do një ditë do marrësh përgjigje. Dhe ti ti do vdesësh duke përpjekur ta ndryshosh atë gjë që ke ti bindje. Po ti mund mos ta ndryshosh, por ti ndryshe nga gjithë njerëzit e kësaj bote do vdes duke përpjekur, do ndihesh mirë me vete që ti e bëre maksimumin tënd. Kurse 99% e njerëzve do thonë kjo nuk bëhet. Dhe erojnë me një fjalë që nuk bëhet. Por nëse një ditë lodhen këta me letrat e tua, me email-et tua, mesazhet tua, dhe vendosin të vinë të thrasin të ulin ndryshe ta bëjnë siç mendon ti. E imagjino që ti ke ndryshuar një shoqëri të tërë, një koncept të tërë, një botë të tërë, vetëm se ti u përpoqe, vetëm se ti besove, ti i vajte deri në fund. E kupton kush është ndryshimi ndërmjet të përpiqesh. Kur është hera fundit që ke vajtur në një studio televizive apo podcasti vëlla dhe ke parë libra ti. Po libra dhe ç'përhapur. E di pse nuk më ka sulmuar ndonjëherë lëvizja për universitetin, pse unë kam mbaruar te fakulteti i shkencave sociale, kam qenë president i shkollës. Jo, është president i shkollës. E di pse vëlla, edhe pse ne ishim të djathtë dhe ata neokomunistët e të tash, nuk kishte shanse që një student i majt i Forumit Rinor Freshit, apo i FRPD-s, apo i lëvizjes për konservatore, apo i lëvizjes komuniste, në vendet më thoshte mua o gash, kam ngelur të ky provim, më duhet mini sezoni, që shpend gaqe mos ta hapte qoftë edhe për një. Bile sa më shikonin sekretari, mos erdhi ky na çmenin se duheshin hapur 100 procedura deri te firma e dekanit që të hapi mini sezonin pra, po nuk kishte shanse vëlla. Po ama përpiqeshe. Ore hapi gjithmonë. Ore përpiqeshe. Po nuk nuk i tradhtoja ama. Po pse, bravo. Po janë të mit ma. Po jo vetëm kaq, po se ti veje e bëje këtë gjë. Se janë të mit vëlla. Valla dhe njerëz se nuk kupton njëri, ti përpiqeshe çdo ditë për këtë gjë. E dije, e doje, e besoje. Kam 5 vjetën që e bëj. Kurse sot, bravo e di se kam bërë unë të njëjtë gjë. Nxora 10.000 studentë në Universitetin e Florës, po e mbam me Tanush Raskën, nxora në rrugë mbylla shkollën. Unë e kam bërë, isha 19 vjeç, isha presidenti i Senatit të Universitetit dhe nuk në fund më thanë çfarë do që ta lësh. Unë të dua gjë tash, pse duke më heqë mund të blihem unë. Kam nevojë për diplomë, dhe diplomën time e mora shumë më mbrapa, po kam nevojë të blihem unë. Por këta njerëz, ta studentët janë njerëz që i japin të ardhurat të qytetit. Nëse se mos futemi aty, po të them gjë. Por ti u përpoqe. Unë i dua shumë njerëz që përpiqen. I dua shumë njerëz që mundohen, që punojnë nga mëngjes në darkë, që vën dhe kanë një ëndër, kanë një mision. Në Shqipëri nuk kanë më njerëz në ëndra. Sepse e di pse? Se janë kthyer gjithë te Instagrami, te Dubai, te TikToku, dhe vendojnë që çdo gjë është në TikTok. Nuk përpiqet njeri. Më thot njëri dia, i vajti i dha sa lek njerëz që lypte në rrugë. Si e jep lek? Duhet japësh lek, i vëre të pastroj rrugën atje, të fshi atë vendin atje, 2 metra katror, ta bëj lekun ta marrë me mund, dhe jepi 5, 10, 15, jepi më shumë se meriton, po vire të bëj një punë. Si mund të japim njerëzve pa u përpjekur sot në TikTok, në Instagram, gjithë jetë Dubai, e të gjithë jetë të pa imagjinueshme, të pa logjikshme, për ç'a? Për ç'a? Kush? Si? O gash, e kupton ti që ne jemi në një vend që nuk funksionon më opinioni, nuk funksionon më idealizmi, nuk funksionon më asgjë, sepse ëndra e njerëzve sot është noisy. Ëndra e njerëzve sot është stresi me Klevi Sarbianon. Këta njerëzit që ndiqen më shumë se Dirama. Këta njerëzit që ndiqen më shumë se Gazbardhi e Zeqineja, s'më bëra si vetëm për Zeqina, shoqën time. Po do ta bëj pyetjen. Nuk se po tash do ta bëj pyetjen për Zeqinën. Edhe që po të them vllajot, i dua shumë njerëz që përpiqen. Dhe në këtë vend që ne jetojmë, njerëz që përpiqen çdo ditë e ka më pak. A ka mundësi që ne vetë punojmë për një kohezion social vëlla që i mungon Shqipërisë? Që njerëzit edhe pse për bindje të ndryshme mos të ndahen me njëri tjetrin, bindjet politika është hobi, është sport, të shikojnë si hobi, mos të shikojnë si profesion. E ndam Weberi kët, kur i ndam politikanët si ata që jetojnë për politikën dhe nga politika. Disa do deri ku do ndodhi kjo? Pas 100 vjetësh. Jo, e di ku jam bindur, po di ku do ndodhi këto. Kur njerëzit mos ta mendojnë politikën, më fal. S'ka problem. Njerëzit nuk mos ta mendojnë politikën si një vend që të futen të bëjnë lak. Se në Shqipëri, po, futen në politikë të bëjnë të pasur. Nuk e kuptojnë që politika është për të shërbyer njerëzit, japësh nga vetja. Nga koha, nga energjia, nga lekët, nga familja, nga dituria, nga gjërat. Vën kryetar bashkie duan të bëjnë lek, nuk e din që të vesh kryetar bashkie duhet të flesh te plerat mëngjes drejt dark. Nuk e din që të vesh kryetar bashkie sot në çdo qytet duhet të rish atje, të ngrihesh i pari dhe të flesh i fundit. Nuk e konceptojnë që të vesh deputet sot duhet të njohësh më shumë se gjysmën e lagjes edhe të fshatit e qytetit.
si mund të vesh ti deputet se të ka futur Edi Rama, të ka futur Sali Berisha, se je i miri, e të vesh të pish puro, e të pish gjin, edhe të vesh deputet. Ore, kupton që e kanë këtu është çdo gjë mbrapsh. Këtu të pasurit duan të ikin, sepse duan të marrin lekët. Të pasurit në gjithë botën merren politikë, s'ka nevojë për lekë, e bëjnë për hobi, për të bërë mirë popullit, për të bërë mirë njerëzve. Një lloj filantropie. Dhe në momentin që ne me politikë do merren njerëzit që nuk kanë më nevojë për lek, ose që nuk e shikojnë lekun si burimin kryesor të jetesës nga politika, po e shikojnë lekun si të mirëqenies të familjes së tyre nga jeta e tyre. Ke dëgjuar një president të Amerikës të jetë i varfër? Ne. Ë? Ke dëgjuar një president të kryeministit apo president të Gjermanisë të jetë fukara? Të vej atje të marri lekët e të pastreve, e allergjive, e minatorëve, e ti përvetsoj vetë. Për aq kohë, sa në Shqipëri nuk është krijuar kasa e të pasurve, e familje të mezëve dhe të varfërve, dhe të gjithë të varfrit duan të merren politikë që të bëjnë të pasur, dhe të pasurit duan të merren politikë të mos t'ju marrin lekët, ky vend kështu do ndodhi. Dhe ky koazioni social që ti thua që ne jemi të gjithë bashkë për një politikë më të madhe, do ndodhi vetëm kur tu të krijohen shtresat e marginalizuara të pasurve, të mesëve dhe të varfërve. Është e padiskutueshme. Politika është arti i të bërit mirë. Të fola shumë? Politikisht, e mo të ti ke arë për të folur këtu? Mirë, dakor, mos bezis. Jo më fare. Mos e lodha. Jo. Politika për mua si politolog ta thashe ishte, po nuk po i futemi për kufizimeve teorike çfarë është politika, po i qëndrojmë që po është për të shërbyer il popolo albanistaneze. Unë kam pasur një histori me Zengjinen. Jo histori që mund ta mendoni juve perversa. Një histori domethënë përplasjesh kur unë jam po viral duke thënë që eshtrat ati burret atje që nuk e njohin e meritojnë të jetë në bum për aq kohë del Zengjinea dhe shumë Zengjine. Po. Më ndodh që Zengjinea vllai i saj me vllain tim shok. Ata më shkruan vllai në mënyrë qytetare, shumë shoqërore që vlla pse e bën kështu se neve më thet tash. Unë se ndalova atë. E kam shpjeguar dhe unë që politikisht nuk e duroj si fenomen, praktikisht është modra e shokut vllajt, vetëm respekt a kupton. Pastaj takova atë ty. Zengjinea. Ma shpjegon dot çfarë është kjo Zengjinea valla. Çfarë fenomeni është kjo? Do ta them Zengjinea është mikesha ime njërë, është shoqja ime, është një... Mund ta përshëndetësh, këtu na kishte bërë like te Tru Podcasti. Zengjineca ushi të presim Tru Podcast, po ta bëj kështu se të mori dije në telefon ky zotëria, po të sa ke hapur se punët e tua, të presim Tru Podcastin përballë nën hijen e fishtës. Jo. Është mikesha ime, është një gocë shumë e përpjekur. Do të bëj një krahasim që ta kuptosh kush është Zengjinea. Parlamenti shqiptar nuk është përfaqësia e gjenive të shqiptar, nuk është Akademia e Shkencave. Se njerëzit mendojnë që parlamenti duhet të jetë vetëm logjikisht ajo duhet të jetë paria, elita. Elitën e kemi gjithë tani, ta shpjegoj vllai që si e konceptoj unë se ti ke konceptin tënd. Parlamenti duhet përfaqësia e popullit. Edhe populli është i përfaqësuar edhe në gjitha shtresat, edhe ata me aftësi kufizuara, edhe ata fshatarët, edhe qytetarët, edhe shumë të zgjuarit, duhet të ndihen një njeri që i përfaqëson parlamentin gjithë. Po në parlamentin shqiptar nga 91 deri më sot, me ç'dëgjova Edi Ramën, kanë qenë 1136 deputet. Dhe në shumicën një pjesë e këtyre me çka kemi parë unë e ti, kanë qenë dhe rrugetshër. Edhe vrasës. Edhe që ama me prostitucion. Nuk besoj që këta kanë më shumë vlera se Zengjinea. Jo. Prita mbaroj sot ta shpjegoj, do dalësh do më thuash në fund kam apo jo drejt. Zengjinea është një vajzë nga Vloshti që jeton
në Vlosht me familjen, me mamën, babajn. Ka që punuar bashki të Roskovecit dhe ka ndihmuar gjithë banorët e zonës që të futen dhe të aplikojnë për kredi të buta, për subvencione në bashki, për subvencione në Ministrinë e Bujqësisë, për të marrë naftë, se jo ashtu jeton komuniteti i tyre me bujqësi, me blegtori. Dhe njohin të gjithë Zeqinën në zonë edhe e vlerësojnë të gjithë për atë ndihmë që ka bërë ajo në atë komunitetin e saj. Zeqinea është një person që flet ashtu, si është nga zona, nga fshati. Se ata njerëz ka vajtë të përfaqësoj. Zeqinea është njëri që e kuptojnë gjuhën më shumë se sa ja kuptojnë Gazbardit me 7 universitete. Po. Sepse Zeqinea është nga fshati dhe nuk mundohet të sillet si nuk është. Dhe nga fshati, me sa di unë, në Shqipëri 60 apo 70% e popullatës shqiptare janë nga fshati. Po. Pse mos të ketë fshati, të rinjtë e fshatit, një përfaqësi në parlament, po duhet të kemë vetëm intelektualët, artistët, ku e di unë se kush, pripak dhe që do të thejë dhe në fund, modeli Zeqines është modeli se si këto njerëzit e thjesht, edhe njerëzit e fshatit duhet të kenë një përfaqësi. E kanë thënë mira da, ju nuk jeni socialista, jeni specialista. Ashtu. Po. Dhe në fund Ju jeni specialista. Po pse më? Jeni specialista të papar për të manipuluar masat, vlla. Po e bëre Zengjinen që ta dëshiroje ta heq fare fishtën, vetos Zengjinen, binde dhe mua për pagë. Ti nuk do ta heqësh fishtën. Ti nuk do ta heqësh fishtën. Po ti mund shtosh Zengjinen. Ti nuk do ta heqësh fishtën sepse fishta është ai që është aq i madh sa edhe po ta heqësh ti nga aty, ai jeton në gjithë leximet që kemi bërë ne. Po që se njohin fare valla. Fishta është enciklopediani më i madh që ka pas Shqipëria ndonjëherë dhe 5 katedra shkencore. Fishta është aq i madh sa gjithë Shqipëria bashkë të mundet ta sfumojë figurën e tij. Nuk e bën dot. U mundua Zogu. Jo Zogu. Zogu e kishte edhe biçim kundërshtari. U mundua ta sfumonte, pagoi, e çoi jashtë, çfarë bëri? Po nëse Zogu lindë gjallë, e hoqën qafe këta komunistët. Bravo. Nuk e doli tot. Edhe u munduan shumë. Dhe nuk e pse heq fishtën, por nuk është e thënë që ti, duke qenë se ke lexuar shumë dhe me madhështinë e fishtës, të nënvlerësosh origjinalitetin e Zeqines. Sepse ti e ke bërë shumë bukur, ti si një i djathtë i zgjuar, e bëre shumë bukur, more fishtën e përvetsove dhe e vure përballë Zeqines. Normal, Zeqina është e vogël përballë fishës. S'është e logjikshme. Se është njësoj tani të marrë. Nuk e vura përballë Zengjines. Është njësoj si të marrë. Nuk e vendosa përballë Zengjines fishtën se ofendohet fishta. Ideja është jo, kocka tithe që po pra, në qoftë se është kjo në parlament. Po jo, ma nuk ka. Sepse njerëzit nuk e dinin për shkakun, kanë shkruar, po ç'lidhje ka fishta është poet me Zengjinen që është parti politik. Tani unë them që po të ishte fishta sot në parlament. Në parlamentin e parë të 1921-shit, në Bektash Bejt Sagranin ka qenë edhe atë Gjergj Fishta politikan, ka qenë euridit politikan e gjitha me radhë. Shqetësimi im vlla, duke përllogaritur gjithë minuset që ka çdo kohë, se s'po tentojmë perfeksionin. Po e marrë e mira nga 1921, 2025 pretendoj që të ecin në avancim, jo të prishim standard. Po jo më një zonë. Po mi dakor, prit. Aty në atë lloj kohe ka pas kollosa. Edhe pse, shikoj, revolucionit i bëjnë elitat vlla, nuk i bën populli. Populli është makinacion, është lev. Mund të bëjmë pyetje? Po. Të thjesht. Po. Më thuaj një që ti një sot që është më lart se që Zeqina. Një që është më lart se fishta sot që një. Asnjë. Po pse më thua ti mua atëre që ma ka rëson e Zeqina si ku ka rënë nivelin mbrapsh. Ka rënë komplet shoqëria. Po pra, s'ka më gjë fishta. Po pra vlla, po. Se sot jo më kishte drejtorua Golli. E keni pasur juve drejtorua Gollin, dashurinë vete. Po. Personazhi im i preferuar vlla. Poeti dhe autori i preferuar. Më realist. Më thjesht e shikon gjithë bota vlla. Do të thënë nuk më harrohet se unë me vllajin tim për një vit kemi fjetur me vargjet e drejtorua Gollit. E vendosim në kompjuter edhe janë ku shkruaja vargje me melodi nga pas. Është një pjesë që thotë mbesim në kuzhinë. Pa ngrënës mbesim.
na pije tuje pim, na rritën thonë ti presim. Kaq. Me 4 rreshta, ai të mbyll gojën valla. Thjesht, simple. Ai e kishte në mënyrë më të bukur. Unë nuk po them që nuk më pëlqen origjinaliteti një djale apo një vajze e cila do qofta ja, nga Roskoveci, nga Vloçishta, nga Vloshti, nga Cakrani, nga Libofsha. Po të jetë origjinale, thoj ato që ka valla. Po duke që ishte mësuar valla. Tani ishte mësuar. Ishte pra se u përdor si kartë nga Rama, u përdor në mënyrë më të bukur nga Rama valla. Domethënë ti je i mërzitur që e përdorën kundra. Jo valla, jo, unë jam i mërzitur pse vajzat përdoret nga ky. Sepse siç përdoret sot, mund të hidhet poshtë nesër. Jo, e di gjë, të vërtetë nuk u përdor nga ky. Ajo ai era ai bezotria juaj. Kush më joni? Mos ma bëj kështu për të do filloj dhe unë kjo e jotja. Po. Mos e bëj atë. Unë i mbaj përgjegjësi, i mbaj përsi. Po unë s'kam çat mbaj përgjegjësi. Ai si e ka ai? Unë s'kam çat mbaj përgjegjësi kur jam me ata. Gazbardi e sulmoi personalisht, i tha që ti tha dhe familja jote keni fituar tha tendera tha e sulmoi ai. Po. Dhe tani një politikan si Gazbardi që merret me Zeqinen se që jeton në Vlorë se kishte punuar sekretare specialiste juriste në bashki, po është turp. Tani kur merret ai me atë nuk që nga turp. Kur merret kjo me këtë që nga turp. Nëse. Jo, e kam fjalën. Edhe njerëz Zeqinen, unë e kam mikesh edhe mendoj që Zeqineja është përfaqësimi në parlament i një bazë njerëzish që nuk janë asgjë. Si puna ime dhe si puna jote që nuk kanë mundësi të bëjnë në parlament. Është një model që Rama ka fundur në parlament dhe njerëz s'kan pasur, s'kan dhe s'do kenë kur mundësi për të qenë në parlament. Sa lehtësisht e manipulueshme është një njerëz që nuk ka pikë eksperiencë. Po çlije ka ta kjo pa fund e manipulueshme. Po, është pa fund e manipulueshme, është thjesht e manipulueshme, është direkt e manipulueshme, por është përfaqësuese. Po pripat, në këtë botë, sa njerëz ka si punë kësaj që janë thjesht të manipulueshme? Pa fund më. Po kjo përfaqëson pa fund njerëz, valla, kaq po të them. Përfaqëson pa fund njerëz. Domethënë ti thua, kjo e përfaqëson valla, gjithë ato që thua ti e gashi përfaqëson, po është përfaqësuese. Po, edhe parlamenti ajo është përfaqësuese disa njerëz në parlament. Edhe ata kriminalat kanë vënë përfaqësinë e tyre në parlament, e paguajnë ata kanë nxjerrë. Ku çeka kjo më se si njohim? Po, asun si njoh po. Kanë nxjerrë me vota plot. Nxorë me vota plot. Ta ha mendja ty që Arken Balla fitoi më shumë se sa Rama në Durrës. Arken Balla është djalë i mirë dhe është njeri me shoqëri shumë, ka punuar gjithë partia, mos thuaj se njoh mirë historinë Arken Balla. 21000 vota më shumë. Punon partia më shumë për Arkenin se sa për Ramën. Për Rama nuk i kërkoi të punojë, kurse ai i motivoi, gjeti mënyrën, lesa e njoh mirë me Arkenin, kanë punuar gjithë shoqëria ime, gjithë partia, realisht partia kanë punuar për Arkenin sepse janë të gjithë çuna Flori edhe. Po atë punon për vllajën 2029 se do të dali pavarur. Më nxirrën unë nuk jam përfaqësues në pavarë leshtën. Jo, nuk je se si me Partinë Socialiste. Duhet të jesh me Partinë Socialiste që të vihet partia në dispozicion, se nuk u zgjon se ishte djalë i mirë, u zgjon se ishte përfaqësues i Partisë Socialiste. Sepse këtu vlera dhe forca është Partia Socialiste, se ka kuptuar akoma ti. Ti mundosh shko të bësh luftë, se këtu vlera dhe forca është Partia Socialiste. Nëse Gashi ishte një edhe për mua. Nuk e di isha në nivelin që ti prisja apo jo për të shprehur. Më kënaqe me disa gjëra sepse ke thon disa piketa të vërteta nga pozitat që je ti. Nuk pres të dalësh nga pozita dhe denaturalizohesh, nuk e pres atë, se të kam mikë dhe nuk e pres nga asnjë. Me të njëjtën platformë, me të njëjtën parim që kam pritur zotin Berisha këtu, që nuk e kam bërë goditje poshtë brezit, ti bësh pyetje të vështira të tipit ta fajsosh tjetrin për diçka që e ka bërë një tjetër me një tjetër, a kupton edhe pse dy ti je ti me ata. Nuk e bëj atë, se nuk e kam parim tim aq më tepër që të kam mikë. Ja. Berisha jetën më shumë se sa Rama në këmbë, po Viktor. Në 2015, 2014-15, unë kam pas punuar në gjithë largët e Ibiza. Po. Si bëjë reklamë Ibiza që shoh. Ska që shumë mirë, shokët tanë janë. Edhe aty bëja vrap çdo mbasdite që të si në mbasdite, sa 5 i mbaronte puna dhe në 7 që më binte dielli. Edhe bënim ditë për ditë si unë dhe Berisha, ditë për ditë për 3 muaj rresht. Në fund të muajit të parë e shikoshim ditë për ditë edhe si e tha mirë i dash unë doktor se kryeminist, ai ish kryeminist, çka ka qenë atë, këtu në kabinet ka qenë. Mirë si e thash, Viktor Lagji, kryetari i freshit në Vlorë i thash.
kundra teje, po një gjë nuk e kam kuptuar kurrë thash. Si mban mend emrat e gjithë gazetarëve, e gjithë njerëzve që Ka memorie fantastike valla. Ata se kam kuptuar asnjë dhe kam takuar për herë e parë dhe vetëm Sali Berisha. Dhe më qatë dhe sot vazhdojmë mendoj që ai jetën akoma. Doktori kishte diçka me sa kuptova dhe unë këtu, se unë kam pasur të 2 orë 8 minuta. Është mendje që nuk i vdes vlla. E mban mendjen shumë aktive. Lexon pafund. Ti ka tek mendja me kohë, po. Shikoj, doktori ka ndahet në 2 gjëra. Si politikan vlla ka mbaruar si është moshë e madhe dhe ka jetuar në vitet më të vështira të politikës, që shumë vite eksperiencë kanë marrë vetëm ato 90, 92, 96, pastaj 97, vite tegra në Shqipëri. Kushdo që ti kishte ato vite, do ta kishte tegër shumë me dhumë, me vrasje, me më the tash si personazh Sali Berisha individi është tjetër gjë valla. Është shumë humble, është gjuhës shumë i mirë, është folës shumë i mirë dhe të respekton në gentleman. Si politikan pastaj, si gjithë, nuk është se ka bën një diferencë të madhe Gashon, me homologët e vet. tani unë them që politika është çështje këndvështrimi, ca mendoj shumë të mirë, ca mendoj shumë të keqe, ca mendoj të tmerrshme, ca mendoj ashtu kështu. Politika është e vetmja gjë që të paktën në Shqipëri duhet të përdoret më shumë për mirë. Po. Sa për keq. Po. Dhe ne breziri, unë tani që flasim bashkë, kam një grup të madh të shokësh që janë në parlament. Edi Rama mund të ketë sa të duash të këqija, po një gjë të mirë, ndryshe nga të gjithë politikanët e tjerë deri më sot. Edi Rama e ka kuptuar që brezi duhet ndryshojë në politikë dhe ka futur shumë të rinj, shumë njerëz nga brezi im që janë vlera në komunitetet e tyre. U ka dhënë mundësi shumë njerëzve të sprovohen në këto 2 mandate e fundit. Dhe tani që flasim bashkë, Edi Rama e ka fituar luftën me promovimin e të rinjve dhe me gjakun e ri që po i fut partisë. Këtë gjë që nuk bëri Berisha, se kuptoi që Berisha vdiq nga kjo gjë. Dhe ai sot e ka kuptuar. Ai është po student i mirë. Edhe ne sot që ne flasim bashkë, mendoj që duhet ta kuptojmë këtë gjë dhe duhet që të gjithë brezit e ri që po futen në politikë ta mendojnë politikën për mirë, të bëjnë më shumë mirë me anë të politikës, ta përdorin si instrument që bën mirë. Edhe po arritëm ta kuptojmë të gjithë së bashku, pavarësisht të majt apo të djathtë, këtu fillon relativizimi i politikës, si ti the, e të bërit mirë, në një mënyrë apo në një tjetër. A po flisim neve për shembull? Ja ku e kemi ne të dy një shembull për 2 njerëz që mendojnë totalisht ndryshe për politikën. Në fund ditës ishim komplementar, plotësues njëri tjetrit. Sepse varet vetëm nga vullneti vëlla. Si do ti me pa gjën. Ne përthyem vetë realitetin. Do me pa gjysmë plot, do me pa gjysmë bosh, e do me pa ujë apo e do full nuj. Mund t'i gjej unë babës dhe nonës tim që i kam gjënt më të shtrenjta e gjithë defekte, po t'i futëm. Kush t'i gjen në babës? Pa u futur, baba dhe ne mendojmë që kam defekte më shumë nga gjithë tjerët se. Më kupton, jo më partive politike apo një kryeministri që është zot për punët e minimalisht 2 milion banorëve, që nuk do çedoj puna se s'bon, se s'ka ku tri pa çeduar. Ajo që kam dashur unë përpos faktit që njerëzit duhet ta mendojnë që duhet të hajnë shëndetshëm, njerëzit duhet të mendojnë që ti me të vërtetë e quhen fast food, Mr. Grigun, po nuk e ke me mish Argentina të konservuar në frigorifere, i merr në për fshatra, në për plumrat, në për Shëngjergja apo edhe nga jugu, se neve kemi mish të mirë shumë në jug. Dua që t'i jepja dhe mendoj se arrita një model edhe diskutimi shumë misor midis 2 njerëzve që mendojnë ndryshe. Sepse ky është modeli që dua të propozoj me Tru Podcastin vëlla. Nuk dua një model vetëm fatalist. Këta janë të këqij nemi të mirët, këta janë të këqij nemi të mirët. Për 2 arsye. Një, se nuk ekziston, po dhe dyta, PD-ja nuk është një parti të cilën ti mund ta bësh të mirë para kësaj të keqes të madhe. Për aq kohë sa nuk ekziston një opozitë reale, opozitë që ti ta çmontosh Rama me argumente, jo me vodhe të vodha. Se po të futesh për hajdutëri,
Këtu duhen bërë 34 vjetra prezalja për gjithë ata që kanë futur dorën në buxhet. Ti sa herë ndodh kjo gjë, sa herë fillon të muhabet, ty të kujtoj, unë jam i bindur, që ty të kujtoj Nepali, sa herë fillon muhabet edhe. Absolutisht po. Absolutisht po. Unë Qef kam të shkoj një Ramës në Surel. Sa mirë të njoh këtë zoti. Më duket sikur të je gati të flasë për Nepalin, duhet ta pyesi Nepalin. Ishte shumë kënaqësi që të kisha këtu. Të uroj sa më shumë mbarësim familje me mamin, babin, motrën, vlla të biznesi. Ju ftoj të gjithëve juve që doni të porosisni se ju sjell Wolti apo kompani, edhe vet Mr. Grigu ka shërbimin e vet post delivery në 069 8112 mos gabofsha se e fiksova po. 069 8112. Merrni në telefon në Astir. 111 në komunë, 112 në Astir. Edhe një herë 69 8111 në komunë, 112 në Astir. Mr. Grig, super pita. Janë pita të bëme vet. Dhe ka një aromë fantastike. Fantastike. Dhe mos harroni, në 2029 votoni Ramën se do ta kthejmë bretëri. E mbyllim apo ta them unë që Thuaj. Do ti më mbyll. Jo, E ç'mbyllim ne. 2029-ën. Unë do bëj shumë luftë të fortë. Rregullisht nga tani deri 2029 do vetë çdo javë të vizitoj si Sali Berisha, është mirë apo jo, ka tension i mirë apo jo. Do shkojmë bashkë. Do shkojmë bashkë, doktor. Doktor. Doktor, do vim me Viktorin, doktor. Do vim me Viktorin, do të takojmë se ndoshta e kthejmë. Ta bëjmë gjallë. Po se bëhet gjallë atë? Do ta kthejmë. Do ta kemi vërtet. Të falenderoj shumë. Kalofshi mirë. Natën e mirë. Shihemi në takim tjetër. Ciao, dhe do ta shikoni edhe live Viktorin, se kemi ca gjona të forta për sezonin. Ciao.